Në maj të një grattaciele, një manjat argëtohet duke poshtëruar një nënë dhe djalin e saj të varfër. Ajo që nuk e di është se djali ka një talent që do t'ia shemb arrogancën. Ky zbulim do t'ua ndryshojë jetën të dyve përgjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, ne vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Në zemër të Tiranës, ku rokaqiet shpojnë qiellin si heshta betoni dhe xhami, ngrihet ndërtesa më imponuese në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në katin e fundit, një zyrë presidenciale dominon peizazhin urban si një fron i pezulluar mes rreve. Atje, Agim Kastrati ndërtoi perandorinë e tij, jo vetëm të barnave dhe patentave farmaceutike, por të pushtetit absolut mbi jetët dhe fatet. Agimi ishte 48 vjeç dhe kishte një pasuri të vlerësuar në $500 milion. Trajektoria e tij tregoi në gazetat ekonomike si shembull i suksesit, i vizionit sipërmarrës, i genialitetit në biznes. Por pas shifrave mbresëlënëse dhe kopertinave të revistave, shihej një njeri bosh, i glabëruar nga një zbrazëti që as paratë e botës nuk mund ta mbushnin. Pasuria e tij nuk ishte vetëm materiale. Ishte edhe emocionale, por në kuptimin më pervers të fjalës. Agimi ushqehej me dhimbjen e tjetrit, me vuajtjen që ai vetë shkaktonte, me poshtërimin që u bënte atyre që i konsideronte të ulët. Zyra e tij ishte një monument për egon e tij. Muret e veshura me mermer të zi të importuar nga Italia reflektonin dritat e qytetit si pasqyra të zymta. Pikturat e artistëve të njohur zinin çdo hapësirë të lirë, jo për dashuri ndaj artit, por sepse vlerat e tyre astronomike përforconin superioritetin e tij. Tavolina e punës, e bërë nga dru are masiv dhe xham i temperuar, kishte madhësinë e një tavoline ngrënieje për 10 persona. Dritaret nga dyshemeja në tavan ofronin një pamje panoramike 360 gradë mbi Tiranën, duke i kujtuar vazhdimisht se ai ishte mbi të gjithë, literalisht dhe figurativisht. Agimi nuk kishte lindur i pasur. Origjina e tij ishte modeste, nga një familje tregtarësh nga qyteti i Korçës. Por ky kujtim, në vend që të kultivonte ndjeshmëri, ishte shndërruar në lëndë djegëse për përbuzjen e tij ndaj të varfërve. Për të, varfëria ishte një zgjedhje, një dështim karakteri, një provë inferioriteti. Ai kishte fituar, prandaj të gjithë mund të fitonin. Dhe nëse nuk fitonin, ishte sepse nuk e meritonin. Atë mëngjes të së enjtes, Agimi mbërriti në zyrë para orës 7, siç bënte gjithmonë. I pëlqente të ishte aty kur qyteti ende po zgjohej, kur mund të vëzhgonte milingonat njerëzore që fillonin vrapimin e tyre të përditshëm atje poshtë. Ulej në koltukun e tij prej lëkure italiane, përgatiste kafen ekspres në makinën zvicerane që kushtonte më shumë se një makinë popullore dhe shionte ato momente vetmie dhe pushteti. Por Agimi nuk ishte kur vërtet vetëm. Prej më shumë se 12 vitesh, gjithmonë para orës 7:30 të mëngjesit, Lulieta Hoxha mbërrinte për të pastruar zyrën e tij. Lulieta ishte 45 vjeç dhe kishte një histori të shënuar nga sakrifica e heshtur. Fytyra e saj mbante rrudha të thella që mosha nuk i justifikonte dot vetëm. Ishin shenja të 18 orëve punë të pandërprerë në ditë, të shqetësimeve që nuk e linin të flinte, të një lodhjeje që ishte bërë pjesë e përhershme e qenies së saj. Uniforma e saj blu e errët ishte zbardhur dhe arnuar në disa vende. Këpucët e bardha, të detyrueshme për detyrën, ishin të çara anash dhe me sholla të ngrëna nga ecja e gjatë nëpër korridoret e asaj ndërtese luksoze. Lulieta mbante karrocën e saj të pastrimit si dikush që mban një kryq, duke e shtyrë mbi qilimat persian dhe dy shemet prej mermeri me një nderim pothuajse fetar, sikur të ishte në një tempull ku prania e saj tolerohej, por kur nuk ishte e mirëpritur. Gjatë gjithë këtyre viteve, Agimi kur nuk i kishte drejtuar një fjalë të sjellshme Lulietës. Për të, ajo ishte pjesë e mobiljeve, po aq e padukshme sa llambat apo pikturat. Në mure. Kur kishte nevojë që diçka të bëhej, tregonte me gisht ose jepte urdhra të thata, pa e parë as në drejtim të saj. Lulieta kishte mësuar të bëhej edhe më e padukshme, të parashikonte nevojat e tij pa pasur nevojë që ai të kërkonte, të zhdukej në sekondën e saktë që ai hynte në zyrë. Por atë të enjte do të ishte ndryshe. Diçka do të ndodhte që do të ndryshonte përgjithmonë jetën e atyre dy njerëzve që banonin në të njëjtën hapësirë, në universe krejtësisht të kundërta. Lulieta kishte 4 fëmijë. 3 prej tyre ishin rritur duke punuar ose duke u përpjekur të mbaronin studimet e natës, ndërsa bënin punë të rastësishme gjatë ditës.
por dritani, djali i saj i vogël 11 vjeçar, ende varrej prej saj për çdo gjë. Dhe atë mëngjes, Lulieta nuk kishte me këta linte. Fqinja që zakonisht e merrte nga shkolla dhe rrinte me të derisa Lulieta të kthehej nga puna, ishte e sëmur. Motra e Lulietës kishte udhëtuar. Dhe shkolla e dritanit do të kishte një grevë mësuesish atë ditë. Lulieta mbërriti në ndërtesë në orën 6:30 të mëngjesit, si gjithmonë, por këtë herë nuk ishte vetëm. Pranë saj ecte dritani, një djalë i imët me sy të mëdhenj dhe shprehjes që vëzhgonte çdo gjë rreth tij me një kuriozitet që binte në kontrast me lodhjen në fytyrën e nënës së tij. Ai mbante veshur një uniformë shkolle të vjetruar me pëlhurën e pantallonave që shkëlqente nga përdorimi dhe atlete që ishin 2 herë më të mëdha se këmba e tij, të blera qëllimisht kështu që t'i zgjasnin më shumë ndërsa rritej. Rojti i ndërtesës, Xhabeqiri, e njihte mirë Lulietën dhe mbylli një sy kur pa djalin. Por e paralajmëroi me zë të ulët që ajo të bënte kujdes, se zoti Agim nuk i pëlqente parregullsitë, se mund të kishte probleme. Lulieta e falenderoi me një lëvizje të kokës dhe e çoi dritanin nga dera e pasme, e njëjta që përdorte çdo ditë, ajo e destinuar për punonjësit e pastrimit dhe korrierët. Kur mbërritën në katin e 42, Lulieta e uli dritanin në një karrige në korridorin e vogël të shërbimit, larg zyrës presidenciale. I dha një bukë me margarinë të mbështjellë me pecet dhe një shishe të vogël lëngu që kishte sjell nga shtëpia. I kërkoi të rinte urt aty, të mos bënte zhurmë, të mos lëvizte nga ai vend për asnjë arsye. Dritani premtoi. Ai ishte një djalë i bindur, i mësuar t'ia dilte mban vetë që shumë i vogël. Ndërsa ema hyri për të filluar punën, ai nxori nga çanta një libër të vjetër që e kishte marrë hua nga biblioteka e lagjes ku banonin në kombinat në periferi të Tiranës. Ishte një libër mbi qytetërimet e lashta, plot me fotografi të piramidave, tempujve dhe skulpturave prej guri. Dritani i përpinte ato faqe me një uri që nuk ishte për ushqim, por për një uri. Që shumë i vogël, Dritani tregonte një inteligjencë të pazakonë. Mësoi të lexonte vetë në moshën 5 vjeçare, duke bashkuar shkronjat nga ambalazhet e produkteve dhe tabelat e rrugëve. Në shkollë, edhe me të gjitha vështirësitë e arsimit publik, ai gjithmonë dalloi. Mësuesit thoshin se ai kishte një dhunti, se ishte i veçantë, se mund të shkonte larg nëse do të kishte mundësi. Por mundësitë ishin pikërisht ato që mungonin në jetën e Dritanit. Brenda zyrës presidenciale, Lulieta fillonte rutinën e saj. Së pari, zbraste koshët e plehrave. Pastaj, kalonte leckën e lagur mbi mobilje, duke bërë kujdes të mos zhvendoste asgjë nga vendi. Agimi ishte pedant dhe e vërente çdo ndryshim minimal. Ajo pastronte xhamat e dritareve me lëvizje rrethore të sakta, pastaj fshinte qilimin me fshes korrenti, organizonte revistat në tavolinën e mesit dhe, në fund, lustronte metalet e dorezave të dyrëve. Agimi ishte ulur në tavolinën e tij, i përqendruar në ekranin e kompjuterit, por Lulieta e dinte se ai e vërente çdo lëvizje të saj. Ajo ndjente peshën e vështrimit të tij her pas here, një vështrim që nuk ishte interes apo kuriozitet, por përbuzje, si dikush që vëzhgon një insekt duke kryer funksionet e tij instinktive. Ishte momenti kur Lulieta po mbaronte, duke futur leckat dhe produktet e pastrimit në karrocë, kur Dritani u shfaq në derë. Djali kishte mbaruar së ngrëni, kishte lexuar disa faqe të librit dhe, i pushtuar nga ai kuriozitet i papërmbajtshëm që karakterizon fëmijët, vendosi të kërkonte nënën e tij. Ai nuk e dinte se po bënte një shkelje të rëndë, se ajo hapësirë ishte e ndaluar për njerëz si ai. Agimi ngriti syt nga ekrani i kompjuterit dhe pa djalin të ndaluar në derë. Impulsi i tij i parë ishte irritimi. Por pastaj, ndërsa vëzhgonte skenën, ato rroba të vjetruara, ato këpucë gjigante në këmbët e vogla, atë çantë të arnua, diçka më e errët u ndes brenda tij. Ishte mundësia e përsosur për lojën e tij të preferuar. Lulieta u ngrin kur pa djalin në derë. Fytyra e saj u zbe dhe ajo vrapoi drejt tij, duke e tërhequr nga krahu, duke kërkuar ndjes me zërin që i dridhej, duke thënë se kjo nuk do të ndodhte më, se ajo po ikte tashmë. Por Agimi ngriti dorën, duke kërkuar që të priste. Kishte një buzëqeshje të huaj në fytyrën e tij, një buzëqeshje që nuk arrinte deri te sy. I tha Lulietës të qetësohej, se nuk kishte problem, se ajo mund ta sillte djalin sa herë të kishte nevojë. Pastaj i u drejtua Dritanit për herë të parë. Si e ke emrin, djalosh? Pyeti Agimi me një zë të butë që binte në kontrast me shkëlqimin e ftohtë në sytë e tij.
Dritan, u përgjigj djali, duke e parë drejt në sy patën në nshtrimin që Agimi priste të shite. Dritan. Emër i bukur, tha Agimi, duke u ngritur nga karrigia dhe duke ecur ngadalë drejt djalit. Dhe çfarë bën ti ndërsa nëna jote punon, Dritan? Rri duke lexuar këto gjërat këtu. Tregoi me gisht librin që Dritani mbante shtrënguar në gjoks. Po, zotëri. Më pëlqen shumë të lexoj, u përgjigj Dritani. Agimi lëshoi një të qeshur të shkurtër, pa humor. Të pëlqen të lexosh. Sa interesante. Dhe më thuaj, Dritan, a je i zgjuar? A merr nota të mira në shkollë? Po, zotëri. Jam i pari i klasës, tha Dritani me thjeshtësi, pa mburje apo vanitet, thjesht duke konstatuar një fakt, i pari i klasës. Mbresëlënëse, tha Agimi, por toni i tij e bënte të qartë se nuk ishte vërtet i impresionuar. Ishte tallje e maskuar si mirësi. Shiko pak, Lulieta, paske një gjenial në shtëpi dhe nuk e ditke. Lulieta shtrëngonte duart me njëra tjetrën, e nervozuar, duke dashur të zhdukej prej andej, duke dashur ta merrte djalin e saj para se të ndodhte diçka e keqe. Ajo e njihte atë ton në zërin e pronarit. E kishte parë edhe herë të tjera, kur ai poshtëronte punonjësit, kur shkatëronte njerëz vetëm sepse mundej. E di, Dritan, edhe unë i pëlqej shumë njohurit, vazhdoi Agimi, duke u rrotulluar rreth djalit si një grabitqar që vlerëson prehun e tij. Jam një njeri i suksesshëm pikërisht sepse kam studiuar gjithmonë shumë, sepse gjithmonë kam kërkuar të mësoj. Madje, më lër të tregoj diçka interesante. Agimi eci drejt një dollapi të mbyllur me çelës, e hapi dhe nxori prej andej një dokument të vjetër, të mbrojtur nga një mbulesë plastike transparente. Ishte një tekst i shkruar me dorë në letër të zverdhur nga koha, i mbuluar me karaktere që dukeshin si vizatime komplekse dhe të padeshifrueshme. A e di se çfarë është kjo, djalosh? Pyeti Agimi, duke e mbajtur dokumentin me një kujdes të tepruar, sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Dritani e pa letrën dhe mblodhi vetullat, i përqendruar. Duket si kinezçe. Jo, është ndryshe. Duket më e vjetër. Agimi mbeti për një moment i befasuar nga përgjigjja. Shumë mirë. Është mandarinishtja klasike, një formë e lashtë e shkrimit kinez. E kam bler këtë dokument para disa javësh. A e di sa kam paguar për të? $50,000. Dhe e di pse? Sepse as përkthyesit më të mirë në Shqipëri nuk kanë mundur ta deshifrojnë plotësisht. Është një tekst jashtëzakonisht i rrallë dhe kompleks. Dritani nuk i hiqte syt nga dokumenti. Kishte diçka në ato karaktere që e magjepste, një lloj kodi vizual që mendja e tij përpiqej ta deshifronte instinktivisht, sikur të ishte para një enigme të papërmbajtshme. Agimi e vuri re interesin e djalit dhe buzëqeshja e tij mizore u zgjerua. Atëherë, Dritan, duke qenë se je kaq i zgjuar, kaq studiues, si thua për një sfidë? Vë bast se nuk mund të më thuash asnjë fjalë të vetme se çfarë është shkruar këtu. Vë bast se inteligjenca jote si i pari i klasës nuk shërben për asgjë në botën reale. Çfarë thua? Lulieta bëri një hap përpara, duke dashur të ndërhynte, por Agimi e heshti me një vështrim prerës. Dritani, nga ana e tij, nuk i hoqi syt nga dokumenti. Kishte diçka në ato vizatime, në ato forma, që komunikonte me një pjesë të thellë të mendjes së tij. A mund ta shoh më afër? Pyeti Dritani me një qetësi që e habiti edhe nënën e tij. Agimi, duke gjetur argëtim në atë guxim fëminor, ia dha dokumentin djalit. Sigurisht, mund ta shohësh sa të duash. Mund edhe ta marrësh në shtëpi nëse arrin të lexosh diçka. Dritani e mori letrën me kujdes, e afroi te syt dhe filloi të ekzaminoi çdo detaj. Gishtat e tij ndiqnin konturet e karaktereve në ajër, pa e prekur letrën. Frymëmarrja e tij ishte e qetë, fytyra e tij plotësisht e përqendruar. Dhe atëherë, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Ky karakter këtu, tha Dritani duke treguar një simbol në këndin e sipërm të dokumentit, do të thotë qiell ose kupë qiellore. Dhe ky anash është uji. Së bashku, formojnë një shprehje që flet për ekuilibrin mes asaj që është lart dhe asaj që është poshtë. Buzëqeshja e Agimit filloi të zhdukej. Ti po i shpik, djalosh. Po ja fut kot. Jo, zotëri, nuk po i shpik, u përgjigj Dritani me të njëjtën qetësi. Mësuesi im i historisë solli disa libra mbi kinën e lashtë në klasë vitin e kaluar. Unë mora hua disa dhe i lexova të gjithë.
Ishte njeri që mësonte ideogramet bazë. Kam memorizuar shumë prej tyre. Dhe gjithashtu ka video në internet, në bibliotekën e shkollës mund të përdorim kompjuterët. Unë gjithmonë kërkoj për gjuhët e lashta. Luljeta ishte e shtangur. Ajo e dinte që djali pëlqente të studionte, por nuk e imagjinonte që ai kishte shkuar aq thellë në ato interesa. Dritani kur nuk kishte komentuar se kishte studiuar mandarinishten apo ndonjë gjuhë orientale. Agimi ndjeu diçka të pakëndshme të lëvizte brenda tij. Kjo nuk po shkonte sipas planit. Ai kishte pritur ta shihte djalin të dështonte, të poshtërohej, të qante nga frustrimi. Por aty ishte ai, duke lexuar një dokument që specialistët nuk mund ta deshifronin. Vazhdo, urdhëroi Agimi, zëri I tij tani ishte më I ashpër. Dritani vazhdoi të tregonte karakteret, duke shpjeguar kuptimet e tyre individuale dhe se si ato kombinoheshin për të formuar koncepte më komplekse. Ai fliste për strukturën e shkrimit, për mënyrën se si vijat përfaqësonin ide abstrakte, se si disa simbole ishin piktograme që rridhnin nga imazhet e natyrës. Zëri I tij ishte I sigurt, arsyetimi I tij I qartë, kuptimi I tij mbresëlënës për dikë aq të ri dhe pa akses në arsim cilësor. Pas disa minutash, Dritani ndaloi dhe e pa Agimin. Nuk mund t'i lexoj të gjitha sepse ka karaktere që nuk I kam parë kur më parë dhe disa janë shumë të fshira. Por teksti flet për rëndësinë e përullësisë dhe të urtësisë së vërtetë. Thotë se njeriu që e konsideron veten superior ndaj të tjerëve është në të vërtetë më ignoranti nga të gjithë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë si plumë. Agimi ishte I zbetë, duart e tij ishin mbledhur grusht anash trupit. Ai ishte përballur, sfiduar, të I kaluar nga një fëmijë I varfër, djali I pastruesës së tij, dikush që ai e konsideronte më pak se asgjë. Luljeta e tërhoqi Dritanin nga dora, e përgatitur që t'i dëbonin, mbase edhe të humbnin punën aty për aty. Por Agimi nuk tha asgjë. Ai thjesht e mori dokumentin nga duart e Dritanit, e futi përsëri në dollap dhe u kthye në tavolinën e tij, duke u ulur në heshtje. Mund të shkoni, tha ai më në fund, pa I parë. Luljeta nuk priti që ai të ndryshonte mendje. Doli nga zyra duke tërhequr Dritanin, zemra I rrite fort, këmbët I dridheshin. Kur mbërritën në korridorin e shërbimit, ajo e përqafoi djalin me forcë, pa mundur të thoshte asgjë, duke ndjerë vetëm një përzierje konfuze krenarie, frike dhe habie. Brenda zyrës, Agimi mbeti I ulur, duke parë qytetin atje poshtë përmes xhamave gjigant. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai nuk ndihej I fuqishëm. Ai ndihej I vogël, I ekspozuar, I vënë në dyshim. Dhe ajo ndjesi ishte absolutisht e padurueshme. Por ishte gjithashtu, pa mundur ai ta kuptonte ende, fillimi I diçkaje që do të transformonte jetën e tij përgjithmonë. Një djalë 11 vjeçar, me këpucë shumë të mëdha dhe rroba të vjetruara, kishte mbjellë një far dyshimi në zemrën e tij prej guri. Dhe ajo far, kundër të gjitha gjasave, do të fillonte të mbinte në ditët që do të pasonin. Ndërkohë, atje poshtë, në rrugët e zhurmshme të Tiranës, jeta vazhdonte ritmin e saj frenetik. Njerëzit nxitonin për në punët e tyre, autobusët e mbushur të imase përshkonin bulevardet, shitësit ambulant shisnin kafe dhe byrek në përqoshe. Dhe në mes të gjithë asaj, Luljeta dhe Dritani ecnin dorë për dore, pa e imagjinuar se ai mëngjes kishte ndryshuar jo vetëm jetët e tyre, por edhe jetën e një njeriu që mendonte se ishte mbi të gjithë dhe që, për herë të parë, ishte detyruar të shihte brenda vetes së tij. Luljeta e mbaroi turnin e asaj dite në një gjendje tensioni të vazhdueshëm. Çdo moment priste të thirrej në departamentin e burimeve njerëzore, priste të merrte një njoftim pushimi nga puna, priste që pasojat e atij mëngjesi të vinin më në fund. Por asgjë nuk ndodhi. Asnjë telefonat, asnjë porosi, asnjë fjalë. Heshtja ishte pothuajse më e keqe se një ndëshkim I deklaruar. Kur më në fund la ndërtesën në orën 5 të pasdites, pasi kishte pastruar 3 kate të tjera përveç zyrës së Agimit, Luljeta ndjente këmbët e rënda dhe kokën që I dhimbte. Dritani kishte pritur për të gjithë ditën në atë karrige të korridorit të shërbimit, duke lexuar librin e tij, duke vizatuar në një fletore të vjetër, duke qenë djali I qetë dhe I bindur që kishte qenë gjithmonë. Kur e pa atë të shfaqej në korridor, ai I mblodhi gjërat e tij shpejt dhe doli në takim të saj. Nën, a je mirë? Pyeti Dritani, duke vënë re tensionin në fytyrën e saj. Mirë jam, biri im. Vetëm e lodhur. Le të shkojmë në shtëpi, u përgjigj Luljeta, duke detyruar një buzëqeshje. Rruga e kthimit ishte e gjatë.
1 orë e gjysmë me transport publik, fillimisht autobusi i mbushur i linjës së qendrës, pastaj një tjetër autobus deri në periferi dhe në fund një ecje në këmbë që do t'i linte afër shtëpisë në Paskuqan. Dritani ishte mësuar me atë rutinë, me atë vajtje ardhje të pafundme, me trupat e ngjeshur pas njëri tjetrit brenda autobusëve të mbingarkuar të orarit të pikut. Gjatë rrugës, Lulieta mendonte për atë që kishte ndodhur. Ajo kishte punuar për Agim Kastratin për 12 vite. 12 vite pa dukshmërie, në nështrimit të heshtur, pranimi të çdo trajtimi sepse kishte nevojë për atë punë. Ajo e dinte që Agimi ishte mizor, që i pëlqente të poshtëronte njerëzit, që i shihte punonjësit e tij si pjesë të zëvendësueshme në makinën e tij të bërjes së parave. Por ajo kur nuk e kishte parë atë vërtet të tronditur siç dukej se ishte atë mëngjes. Diçka kishte ndodhur aty. Diçka që ajo nuk e kuptonte plotësisht, por që e ndjente se ishte domethënëse. Mënyra se si Dritani kishte folur, besimi në zërin e tij, inteligjenca që tregoi, e gjithë kjo e kishte shqetësuar Agimin në një mënyrë që Lulieta kur nuk e kishte imagjinuar të mundur. Dhe ky shqetësim e trembte, sepse ajo nuk e dinte se çfarë do të vinte më pas. Dritani, nga ana e tij, shikonte nga dritarja e autobusit, duke vëzhguar dritat e qytetit që ndizeshin ndërsa nata binte mbi Tiranë. Ai po mendonte për dokumentin, për karakteret e lashta, për ndjesinë e huaj që pati kur i deshifroi. Ishte sikur një pjesë e fjetur e trurit të tij të ishte zgjuar, sikur të kishte aksesuar një njohuri që nuk e dinte se e zotëronte. Djali gjithmonë e kishte ditur se ishte ndryshe. Në shkollë, ndërsa nxënësit e tjerë luftonin për të kuptuar konceptet bazë, ai i thifte të gjitha me një lehtësi pothuajse mbinjerëzore. Matematika, gjua shqipe, shkencat, historia, të gjitha kishin kuptim për të në një mënyrë që nuk dukej se kishin për shokët e tij. Por ai kur nuk ishte mburur për këtë, kur nuk e kishte përdorur inteligjencën e tij për t'u vënë mbi të tjerët. Kishte mësuar nga ema se të jesh i përulur ishte më e rëndësishme se të jesh i zgjuar, se të respektosh njerëzit ishte më e vlefshme se të impresionosh ata. Prandaj, kur pa atë njeri të pasur që përpiqej ta poshtëronte me dokumentin kinez, Dritani nuk ndjeu zemërim apo dëshirë për hakmarrje. Ndjeu vetëm një kuriozitet të sinqert për tekstin dhe një dëshirë për ta kuptuar. Ai nuk po përpiqej t'i vërtetonte asgjë Agimit. Thjesht po ishte vetvetja, duke ushtruar atë uri të pangopur për një uri që e përcaktonte që i vogël. Kur mbërritën në shtëpi, ora kishte kaluar 8 të mbrëmjes. Shtëpia e tyre me 3 dhoma ndodhej në një rrugicë të ngushtë, e shtypur mes 10 ndërtimeve të tjera të ngjashme. Muret ishin me tulla të dukshme, çatia me tjegulla që nxeheshin në verë dhe rridhnin në dimër. Nuk kishte suva, nuk kishte bojë, por kishte diçka shumë më të rëndësishme. Ishte vendi ku familja e Lulietës ndihej e sigurt dhe e bashkuar. Vëllezërit dhe motrat më të rritur të Dritanit ishin tashmë në shtëpi. Besniku, 21 vjeç, punonte si ndihmës në një servis makinash dhe studionte natën për të mbaruar shkollën e mesme. Valbona, 19 vjeç, ishte shitse në një dyqan në qendër tregtare dhe ëndërronte të bënte një kurs teknik për infermieri. Dhe Edira, 17 vjeç, pajtonte një punë në një dyqan rrobash me vitin e fundit të gjimnazit, e vendosur të ishte e para e familjes që do të hynte në universitet. Të gjithë ata kishin trashëguar nga Lulieta atë vendosmëri të heshtur, atë aftësi për të luftuar kundër vështirësive që dukeshin të pakapërcyeshme. Dhe të gjithë ata shihnin te Dritani jo vetëm vëllain e vogël, por një shpresë se brezi i ardhshëm mund të kishte mundësi që ata nuk i patën kurrë. Ndërsa Lulieta ngrohte darkën, pasul dhe bukë me pak djath që kishte bler me ofertë, Dritani u tregoi vëllezërve dhe motrave për atë që kishte ndodhur atë mëngjes. Besniku u shqetësua, Valbona u ndje krenare dhe Edira mbeti e menduar, sytë e saj shkëlqenin me një emocion që nuk mundi ta identifikonte plotësisht. Duhet të bësh kujdes, Dritan, tha Besniku, zëri i tij i ngarkuar me shqetësim. Njerëzit si ai pronari i nënës nuk e pëlqejnë kur sfidohen. Ai mund të dojë të hakmeret, mund të dojë të dëmtoj familjen tonë. Por ai nuk bëri asgjë të keqe, e mbrojti Valbona. Ai vetëm ju përgjigj asaj që e pyetën. Nuk është faji i tij që është i zgjuar. Nuk është çështje faji, shpjegoi Edira, gjithmonë më analitike nga të katërt. Është çështje pushteti. Një njeri si ai, i mësuar të ketë të gjithë nën këmbët e tij, nuk do ta pranojë mirë që të tejkalohet nga një fëmijë i varfër. Egoja e tij është lënduar dhe kjo është e rrezikshme. Lulieta dëgjonte bisedën në heshtje, duke trazuar tenxhere me një lugë druri.
Ajo e dinte që të gjithë kishin pak të drejtë. Agimi ishte i rrezikshëm, i paparashikueshëm, i aftë për mizori që ajo i kishte dëshmuar gjatë viteve. Por ajo gjithashtu kishte parë diçka ndryshe në sytë e tij atë mëngjes, diçka që dukej se shkonte përtej zemërimit apo dëshirës për hakmarrje. Kishte konfuzion aty, vulnerabilitet, një çarje në armaturën e përsosur që ai mbante gjithmonë. Le të ham darkë, tha Lulieta më në fund, duke shërbyer pjatat. Dhe le të besojmë se çdo gjë do të zgjidhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Ata u ulën rreth tavolinës së vogël, aq ngushtë sa bëryllat u prekshin. Nuk kishte luks aty, nuk kishte komoditet material. Por kishte dashuri, kishte bashkim, kishte një dinjitet që asnjë pasuri nuk mund ta blinte. Dhe ishte kjo që e mbante atë familje në këmbë, edhe kur çdo gjë rreth tyre dukej se konspironte për t'i rrëzuar. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, në një apartament luksos të bloku, Agim Kastrati ishte ulur fill i vetëm në dhomën e tij të ndenjes minimaliste. Muret e bardha, mobiljet e stilistëve, veprat e artit bashkëkohor, çdo gjë aty bërtiste sukses dhe sofistikim. Por Agimi nuk shihte asgjë nga këto. Sytë e tij ishin të fiksuar në një pikë të rastësishme në tavan, mendja e tij e bllokuar në një cikël obsesiv që nuk e linte të mendonte për asgjë tjetër. Një djalë i mallkuar 11 vjeçar, me rroba të vjetruara dhe këpucë shumë të mëdha. Dhe ai kishte arritur të bënte diçka që as specialistët nuk e kishin arritur. E kishte lexuar atë dokument me një lehtësi që dukej e pamundur. Dhe më shumë se aq, e kishte përballur pa frikë, pa nënshtrim, pa atë nderim servil që Agimi priste nga të gjithë. Agimi u ngrit dhe shkoi te bari i montuar në mur, i hodhi vetes një whisky skocez 30 vjeçar. Piu një glënik të gjatë, duke ndjer lëngun që libar i diqte fytin, por pa arritur ta fashiste ndjesinë e shqetësimit që po e brente nga brenda. Ai e kishte ndërtuar të gjithë identitetin e tij mbi idenë e superioritetit. Superior në inteligjencë, në kulturë, në aftësinë për të grumbulluar pasuri. Ai ishte më i mirë se të tjerët sepse e kishte vërtetuar këtë duke fituar në jetë. Dhe ata që nuk fitonin ishin, prandaj, inferior. Kjo logjik e thjeshtëzuar kishte udhëhequr çdo vendim të tij, kishte justifikuar çdo mizori, kishte lejuar që ai të flinte i qetë çdo natë pavarësisht jetëve që shkatëronte. Por tani ai djalë e kishte shkërmoqur atë logjik. Si mund të ishte ai superior nëse një fëmijë pa burime, pa arsim të privilegjuar, pa asnjë nga avantazhet që blen paraja, arrinte të bënte diçka që ai vetë nuk mundej? Si mund të ishte varfëria shenjë inferioriteti nëse dritani ishte i aftë të tregonte një inteligjencë të tillë pavarësisht saj? Agimi e mbaroi uiskin dhe hodhi një tjetër. Por pavarësisht sa pinte, nuk mund ta heshte atë zë irritues në kokën e tij, atë zë që fillonte të vinte në dyshim çdo gjë në të cilën ai kishte besuar gjithmonë. Për herë të parë në dekada, Agim Kastrati po detyrohej të përballej me mundësinë që vetëm mbase, e gjithë jeta e tij ishte ndërtuar mbi një gënjeshtër. Ditët në vijim ishin të huaja për Lulietën. Ajo vazhdonte të mbërrinte në ndërtesën e bulevardit në orën 6:30 të mëngjesit, vazhdonte të pastronte zyrën e Agimit me të njëjtin zell si gjithmonë, por diçka kishte ndryshuar në ajër. Agimi nuk po e injoronte më praninë e saj. Ai po e vëzhgonte. Jo në mënyrë të drejtë për drejtë apo të dukshme, por Lulieta ndjente peshën e atyre syve mbi të, duke studiuar çdo lëvizje, çdo gjest, sikur po përpiqej të deshifronte një enigmë. Dritani nuk u kthye më në zyrë. Lulieta i kishte kërkuar motrës të riorganizonte agjendën dhe ta merrte djalin nga shkolla. Rreziku për ta çuar Dritanin përsëri ishte shumë i madh. Por edhe në mungesën fizike të djalit, prania e tij dukej se përshkonte atë hapësirë. Dokumenti në mandarinisht ishte zhdukur nga pamja, mbase i mbyllur diku ku Agimi nuk kishte nevojë të kujtohej vazhdimisht për disfatën e tij. Ishte e premtja e asaj jave kur çdo gjë ndryshoi përsëri. Lulieta po mbaronte pastrimin e tualetit privat të zyrës kur dëgjoi Agimin ta thërriste. Zemra i rahu fort. Gjatë 12 viteve, ai kur nuk e kishte thirrur në emër. Gjithmonë kishte qenë vetëm ti ose hej, duke treguar me gisht atë që duhej bërë. Lulieta, tha ai përsëri dhe kishte diçka ndryshe në zërin e tij. Më pak urdhërues, më pak i ftohtë. Eja këtu, të lutem. Lulieta fshiu duart shpejt në përparse dhe doli nga tualeti, duke u afruar te tavolina e tij me hapa hezitues.
Agimi ishte në këmbë, duke parë nga dritarja, duart në xhepat e pantallonave klasike të prera në mënyrë të përsosur. Sa kohë ke që punon për mua? Pyeti ai, ende me shpinë. 12 vite, zotëri. Bëhen 13 në mars, u përgjigj Lulieta, zëri i saj ishte pak më shumë se një pëshpërim. 12 vite, përsëriti Agimi, sikur po e procesonte atë informacion për herë të parë. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, unë kur nuk të kam pyetur për ty, për jetën tënde, familjen tënde, fëmijët e tu. Ai u kthye për ta parë, dhe Lulieta pa diçka në sytë e tij që nuk e kishte parë kur më parë. Ishte shqetësim, mbase edhe turp. Sa fëmijë ke? 4, zotëri. 3 vajza tashmë të rritura dhe dritanin që ju e njohët. Dhe ti i mban të gjithë vetëm? Lulieta hezitoi para se të përgjigjej. Nuk donte të dukej sikur po kërkonte mëshirë apo po përpiqej ta manipulonte me historinë e saj të vuajtjes. Por kishte diçka në pyetje, në mënyrën se si ai e bëri, që dukej e sinqertë. Burri im na la kur dritani ishte 2 vjeç. Ai iku dhe nuk u kthye më. Kështu që po, jam vetëm unë. Ata më ndihmojnë tani që janë rritur, por për një kohë të gjatë isha vërtet vetëm unë. Agimi pohoi me kokë ngadalë, sikur po thithte çdo fjalë. Dhe djali, dritani. A ka qenë gjithmonë kështu? Si kështu? I zgjuar. Kurioz. I aftë të mësoj gjëra që shumica e fëmijëve nuk munden. Lulieta ndjeu një thirrje krenarie t'i përshkonte fytin, duke i bërë syt t'i digjinin. Gjithmonë, zotëri. Që shumë i vogël. Ai mësoi të lexonte vetëm duke parë gjërat e shkruara në rrugë, në ambalazhe. Mësuesit gjithmonë thonë se ai është i veçantë, se ka një dhunti. Por dhuntia nuk paguan faturat, nuk vendos ushqim në tavolinë. Kështu që ai studion kur mundet, mëson çfarë arrin, por në fund do të jetë si unë, si vëllezërit e motrat e tij. Do të punoj që herët sepse nuk ka zgjedhje. Fjalët dolën me më shumë emocion se sa Lulieta kishte synuar. Ajo uli kokën shpejt, e shqetësuar se kishte folur shumë, se kishte kaluar ndonjë vit të padukshme. Por Agimi nuk tha asgjë për një moment të gjatë. Kur foli më në fund, zëri i tij ishte çuditërisht i butë. Dhe po sikur të kishte zgjedhje? Po sikur dritani të kishte akses në arsim cilësor, në burime që do ta zhvillonin këtë dhunti që ai ka? Çfarë mendon se do të ndodhte? Lulieta ngriti syt, e konfuzuar. Nuk e kuptonte se ku donte të dilte Agimi. Ai do të ishte i jashtëzakonshëm, zotëri. Ai mund të bënte çdo gjë. Të bëhej mjek, inxhinier, profesor, çfarëdo që të donte. Por këto gjëra nuk ekzistojnë për njerëz si ne. Nuk ka zgjedhje kur lind aty ku kemi lindur ne. Agimi u kthye në tavolinën e tij dhe u ul, duke bërë shenjë që edhe Lulieta të ulej në një nga karriget përballë. Lulieta u bind, e parehatshme në atë pozicion të pazakonë. Ajo kur nuk ishte ulur në ato karrige, kur nuk kishte qenë në atë anë të tavolinës. Unë erdha nga një familje e varfër, Lulieta, filloi Agimi, dhe kishte diçka vulnerabël në zërin e tij që e befasoi atë. Prindërit e mi kishin një dyqan të vogël ushqimor në Korçë. Nuk vuanim për bukë, por as nuk kishim luks. Unë studiova në shkollë publike, punova që nga mosha 14 vjeç, u mundova shumë për të arritur këtu ku jam. Dhe gjatë gjithë jetës sime, unë e përdora këtë si provë se kushdo mund të fitojë. Nëse unë ja dola, të gjithë mund t'ja dalin. Dhe ata që nuk ja dalin është sepse nuk u përpoqen mjaftueshëm, sepse nuk ishin mjaftueshëm të zgjuar, sepse nuk e meritonin. Lulieta dëgjonte në heshtje, pa ditur çfarë të thoshte apo të bënte. Ishte hera e parë që Agimi fliste për veten e tij në atë mënyrë, hera e parë që tregonte ndonjë humanizëm përtej sipërmarrësit të suksesshëm dhe mizor. Por djali yt, vazhdoi Agimi, më bëri ta vë në dyshim këtë. Sepse ai qartësisht ka inteligjencë, ka përpjekje, ka merit. Por nuk ka mundësi. Dhe unë e kuptova se mbase, vetëm mbase, historia ime është një përjashtim, jo rregulli. Mbase unë kam pasur fat që të tjerët nuk e patën. Mbase kam gjetur dyrë që për të tjerët ishin të mbyllura. Ai bëri një pauzë, duke kaluar dorën nëpër flokë në një gjest frustrimi. Dhe kjo më shqetëson thellësisht. Lulieta nuk dinte si të reagonte. Një pjesë e saj donte të ndjente dëmshuri për atë njeri që për herë të parë dukej se po kalonte një krizë ekzistenciale.
por një pjesë tjetër e saj, pjesa që kishte qenë e padukshme për 12 vite, që ishte trajtuar si më pak se asgjë, ndjente një zemërim të heshtur. Pse po ndodhte kjo vetëm tani? Pse duhej djali i saj i shkëlqyer që Agimi të shihte humanizmin e njerëzve rreth tij? Zotëri, pse po ma thoni këtë? Pyeti Lulieta, zëri i saj i fortë pavarësisht nervozizmit. Agimi e pa drejt në sy. Po ta them sepse dua të bëj një propozim. Jo për ty, por për Dritanin. Dua që ai të vijë të punoj këtu, në zyrë, si asistenti im personal. Jo si punonjës normal, por si nxënës. Ai do të punonte disa orë në javë, pas shkollës, dhe unë do të paguaja për arsimimin e tij. Shkollë private, kurse gjuhësh, çdo gjë që do t'i duhej për të zhvilluar këtë potencial. Lulieta mbeti e paralizuar. Kjo ishte ëndra e çdo nëne, mundësia që ajo gjithmonë ishte lutur që fëmijët e saj ta kishin. Por kishte diçka në propozim, në mënyrën se si Agimi e bëri, që e bënte të dyshim. Pse do ta bënit këtë? Pyeti ajo. Ju kur nuk jeni shqetësuar për asnjërin prej nesh. Pse tani? Pse djali im? Agimi hezitoi para se të përgjigjej dhe kur e bëri, zëri i tij mbante një ndershmëri brutale. Sepse ai më poshtëroi, Lulieta. Jo qëllimisht, por ai më bëri të ndihem i vogël. Dhe gjatë ditëve të fundit, unë nuk mund të ndaloj së menduari për këtë. Nuk mund të flem mirë, nuk mund të përqendrohem në punë. Ai mbolli një dyshim tek unë që po më bren nga brenda. Dhe unë duhet ta kuptoj. Duhet të kuptoj se si dikush me kaq pak mund të jetë i aftë për aq shumë. Duhet të shoh nëse është e vërtet, nëse ai vërtet është aq i veçantë sa u duk. Pra, është një eksperiment? Pyeti Lulieta, zëri i saj u ashpërsua. Djali im është një kavje që ju të vërtetoni ndonjë teori për veten tuaj? Jo. Tha Agimi shpejt, por pastaj ndaloi dhe e rishyrtoi. Mbase po, pjesërisht. Por edhe nëse është kështu, Dritani do të përfitonte. Ai do të kishte mundësi që kur nuk do t'i kishte në një mënyrë tjetër. Nuk po e ofroj këtë për bamirësi, Lulieta. Po e ofroj sepse djali yt zgjoi diçka tek unë që mendoja se kishte vdekur shumë kohë më parë. Kuriozitet të sinqertë. Dëshirë për të kuptuar diçka përtej numrave dhe fitimeve. Lulieta mbeti në heshtje për një moment të gjatë. Instinkti i saj i nënës bërtiste të refuzonte, ta mbronte djalin e saj nga ai njeri që ajo e dinte se ishte i aftë për mizori të tmerrshme. Por realiteti i saj praktik, i njëjti realitet që e bënte të punonte 18 orë në ditë, që e bënte të injoronte dhimbjen e shpinës dhe lodhjen kronike, i thoshte të pranonte. Sepse ai ishte një shans që kur nuk do të shfaqej përsëri. Një shans që Dritani të kishte jetën që ajo kur nuk mundi t'ia jepte. Më duhet të mendohem, tha Lulieta më në fund. Dhe më duhet të bisedoj me Dritanin. Ai duhet të vendosë gjithashtu. Nuk do ta detyroj djalin tim për asgjë. Agimi pohoi me kokë. E drejt. Mendoje me qetësi. Por mos u vono shumë. Mundësitë si kjo nuk presin për gjithmonë. Lulieta u ngrit, këmbët i dridheshin lehtë. U kthye në punën e saj, mbaroi pastrimin e zyrës në heshtje dhe doli pa thënë asgjë tjetër. Gjatë gjithë rrugës së kthimit për në shtëpi atë pasdite, koka i rrotulloi me mira mendime kontradiktore. Çfarë duhet të bënte? Çfarë do të ishte më mirë për Dritanin? Si mund ta mbronte atë dhe në të njëjtën kohë t'i jepte shansin për të fluturuar? Kur mbërriti në shtëpi, e gjeti Dritanin të ulur në tavolinën e kuzhinës, duke bërë detyrat e shtëpisë në një fletore të vjetër. Kur e pa atë të hynte, ai buzëqeshi atë buzëqeshje të hapur dhe të sinqertë që gjithmonë ja shtrëngonte zemrën asaj. O nën, si shkoi dita? Lulieta u ul pranë tij dhe, për herë të parë që kur ai ishte shumë i vogël, nuk mundi t'i mbante lotët. Ata rodhen në heshtje nëpër fytyrën e saj ndërsa ajo mbante dorën e djalit, duke ndjerë teksturën e asaj lëkure të re, ende të pacalluar nga jeta. Nën? Çfarë ka ndodhur? Dritani ishte i friksuar tani, kur nuk e kishte parë nënën të qante në atë mënyrë. Asgjë e keqe, biri im, arriti të thoshte Lulieta mes dënesave. Është vetëm se të dua aq shumë, dhe ndonjëherë kjo jetë është aq e vështirë, dhe unë doja aq shumë të mund të jepja më shumë. Ajo fshiu lotët me kurrizin e dorës dhe e pa drejt në sy. Zoti Agim bëri një propozim sot. Ai dëshiron që ti të punosh me të dhe ai të paguajë studimet e tua në shkollë private.
Do të ishte një mundësi e madhe për ty, Dritani mblodhi vetullat i konfuzuar. Por pse? Ai as nuk më nje. Lulieta i tregoi për bisedën që kishte pasur me Agimin, për motivimet e tij, për dyshimet që ajo vetë kishte. Dritani i dëgjoi të gjitha në heshtje, mendja e tij po procesonte çdo informacion me atë pjekuri që gjithmonë dukej përtej moshës së tij. Kur Lulieta mbaroi së foluri, Dritani qëndroi i qetë për një moment para se të përgjigjej. Unë nuk i besoj atij, nën. Mënyra se si të pa ty atë ditë, mënyra se si u përpoq të më poshtëronte, kjo nuk fshihet me një propozim të bukur. Por, ai bëri një pauzë duke kafshuar buzën e poshtme, por gjithashtu nuk mund të injoroj shansin për të studiuar vërtet. Për të pasur libra, mësues, burime. Mund të mësoja aq shumë. Dhe nëse mësoj, mund të ndihmoj familjen tonë. Mund të bëj ndryshimin për ty, për vëllezërit dhe motrat e mia. Lulieta i shtrëngoi dorën. Ti nuk ke nevojë ta mbash familjen tonë mbi shpatulla, Dritan. Ti je ende fëmijë. Dritani e pa me ata sy të thellë, shumë të vjetër për një fytyrë aq të re. Unë nuk jam më fëmijë, nën. Jo pasi të kam parë ty të punosh aq shumë, pasi kam parë vëllezërit dhe motrat e mia duke luftuar, pasi e di që ne nuk kemi të njëjtat shanse si njerëzit e tjerë. Nëse ky propozim mund ta ndryshoj këtë, edhe nëse është për motive egoiste të tij, unë mendoj se vlen të provohet. Dhe kështu, në atë tavolinë të vjetër në një shtëpi në Paskuqan, një fëmijë 11 vjeçar mori një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e disa jetëve. Jo për ambicie, jo për lakmi, por për dashuri ndaj familjes dhe për një kuptim të thellë se ndonjëherë duhet të bësh marrëveshje të papërsosura në një botë të papërsosur. Të hënën pasardhëse, Lulieta mbërriti në zyrën e Agimit me përgjigjen. Dritani e pranonte propozimin, por me kushte. Ai do të punonte vetëm nëse nuk pengonte studimet e tij. Ai do të vazhdonte vetëm nëse trajtohej me respekt. Dhe nëse në çdo moment ndjente se kjo po dëmtonte familjen e tij ose veten e tij, ai do të largohej pa kthyer kokën pas. Agimi i dëgjoi kushtet dhe, për herë të parë që Lulieta mbante mend, ai buzëqeshi vërtet. Jo atë buzëqeshje mizore dhe cinike që ajo njihte, por diçka më afër të sinqertës. Jam dakord me të gjitha, tha ai. Dritani mund të filloj të mërkurën. 3 orë çdo pasdite, 3 herë në javë. Dhe unë do të mundësoj transferimin e tij në shkollën Udha e Shkronjave që për semestrin e ardhshëm. Lulieta ndjeu tokën të ikte nën këmbë. Udha e Shkronjave ishte një nga shkollat private më prestigjioze në Tiranë. Djali i saj, që studionte në një shkollë publike të rënuar ku mungonte edhe shkumësi, do të studionte në të njëjtin vend me fëmijët e elitës së kryeqytetit. Duke jo reale, e pamundur, tepër e mirë për të qenë e vërtetë. Dhe mbase ishte. Sepse Lulieta nuk e dinte ende se propozimi i Agimit ishte vetëm fillimi i një rrugëtimi shumë më kompleks dhe të turbulltë se sa çdo njeri prej tyre mund ta imagjinonte. Se ajo marrëveshje në dukje e thjesht do të niste ngjarje që do të ekspozonin plagë të thella, do të zbulonin të vërteta të pakëndshme dhe do t'i detyronin të gjithë të përfshirët të përballeshin me atë që ishin vërtet nën maskat që mbanin për botën. Dritani filloi punën të mërkurën e asaj jave. Lulieta e çoi deri te ndërtesa, zemra e saj e shtrënguar nga shqetësimi dhe shpresa të përziera. Dritani mbante veshur rrobën e tij më të mirë, e cila ishte ende e vjetruar dhe e vogël, por ishte e pastër dhe e hekurosur me kujdes. Ai mbante çantën e tij të vjetër dhe një fletore të re që Lulieta e kishte blerë me paratë që duhej të ishin përdorur për ushqim. Agimi e priti Dritanin në zyrën e tij me një mirësjellje të studiuar. Kishte përgatitur një vend pune për djalin, një tavolinë të vogël në një kënd të zyrës me një kompjuter, fletore të reja, stilolapsa, çdo gjë që një nxënës mund të kishte nevojë. Dritani i pa të gjitha ato me sy të hapur, por nuk tha asgjë. Vetëm falenderoi me një lëvizje të kokës dhe u ul aty ku Agimi i tregoi. Gjatë javëve të para, marrëveshja ishte e huaj për të dy. Agimi nuk dinte si të ndërvepronte me një fëmijë, veçanërisht me një fëmijë që e sfidonte në mënyra që ai nuk ishte mësuar. Dritani, nga ana e tij, mbante një distancë respektuese por jo nënshtruese, duke vëzhguar çdo gjë, duke mësuar, duke thithur informacione si një sfungjer. Agimi filloi duke i dhënë Dritanit detyra të thjeshta. Organizimin e dokumenteve, kërkime bazë në internet, katalogimin e informacioneve. Por shpejt e kuptoi se Dritani ishte i aftë për shumë më tepër. Djali mësonte me një shpejtësi të frikshme.
Një shpjegim ishte i mjaftueshëm që ai të kuptonte koncepte komplekse. Ai bënte lidhje mes ideve në duke të palidhura, shite modele aty ku të tjerët shinin vetëm të dhëna të rastësishme. Ishte gjatë një prej këtyre detyrave që Agimi pati surprizën e tij të dytë të madhe me dritanin. Ai kishte kërkuar djalit të kërkonte mbi një përbërje kimike specifike që kompania po zhvillonte. Ishte një kërkim që duhej të zgjaste ditë të tëra, duke përfshirë artikuj shkencor kompleks në anglisht dhe terma teknik që as studentët e universitetit nuk do t'i zotëronin plotësisht. Dritani u kthye të nesërmen me një raport prej 15 faqesh, jo vetëm duke përmbledhur informacionet, por duke i analizuar ato në mënyrë kritike, duke treguar probleme potenciale me kërkimin aktual dhe duke sugjeruar qasje alternative bazuar në studime të ngjashme që ai kishte gjetur. Raporti ishte aq mirë i shkruar dhe i argumentuar sa Agimi, fillimisht, mendoi se Dritani e kishte kopjuar diku. Por kur e pyeti, djali shpjegoi çdo pikë me një qartësi dhe thellësi që nuk linin dyshime. Ajo ishte produkt i analizës së tij. Agimi mbeti duke parë Dritanin për një moment të gjatë, duke u përpjekur të procesonte atë që sapo kishte parë. Si është e mundur kjo? Pyeti ai, sinqerisht i habitur. Ti je 11 vjeç. Si mund t'i kuptosh këto gjëra? Dritani ngriti supet. Unë lexoj shumë. Dhe kur nuk kuptoj diçka, unë kërkoj, studioj, derisa të ketë kuptim. Nuk është aq e komplikuar kur vërtet i kushton vëmendje. Nuk është aq e komplikuar, përsëriti Agimi, pothuajse duke qeshur me thjeshtësinë me të cilën Dritani përshkruante diçka që ishte e jashtëzakonshme. A e kupton ti se shumica e të rriturve, duke përfshirë njerëz me diploma dhe vite përvojë, nuk do të mund të bënin atë që ti sapo bëre? Pse jo? Pyeti Dritani, sinqerisht kurioz. Unë vetëm përdora informacionet që ishin të disponueshme. Kushto mund të bënte të njëjtën gjë. Dhe ishte në atë moment që Agimi kuptoi diçka themelore për Dritanin. Djali nuk e shihte inteligjencën e tij si diçka të veçantë. Për të, ishte vetëm mënyra natyrale e procesimit të botës. Ai nuk e quante veten superior ndaj të tjerëve, nuk e përdorte dhuntinë e tij për t'u vënë mbi askën. Ai thjesht ishte ai që ishte, pa pretendime, pa arrogancë. Kjo përullësi, e kombinuar me atë inteligjencë të jashtëzakonshme, krijoi te Agimi një ndjenjë që ai nuk e provonte prej dekadash, admirim të sinqert. Jo atë admirim sipërfaqësor që njeriu ka për arritjet materiale apo statusin shoqëror, por një admirim të thellë për diçka vërtet të rrallë dhe të vlefshme te një qenie tjetër njerëzore. Dhe bashkë me këtë admirim erdhi diçka edhe më shqetësuese, zilia. Agimi filloi ta ziliste Dritanin. Ziliste atë pastërti, atë aftësi për t'u mrekulluar me njohuri pa i korruptuar atome. Ambicie. Ziliste për ulësinë që ai vetë e kishte humbur në ndonjë pikë të rrugëtimit të tij. Ziliste qartësinë morale të dikujt që, pavarësisht të gjitha vështirësive, ende besonte se njerëzit ishin rrënjësisht të mirë dhe se njohuritë duhej të ndaheshin, jo të grumbulloheshin si mjet pushteti. Kjo zili nuk ishte shkatërruese. Të paktën, jo ende. Ishte lloji i zilis që e bën njeriu të dojë të bëhet më i mirë, që e bën të vërë në dyshim se kush është dhe kush mund të ishte. Por Agimi nuk dinte si të sillej me këto ndjenja. Ai kishte kaluar të gjithë jetën duke ndërtuar mure emocionale, duke u mbrojtur nga çdo vulnerabilitet. Dhe tani ai djalë po i rrëzonte ato mure një nga një, thjesht duke ekzistuar dhe duke qenë ai që ishte. Javët u shndërruan në muaj. Semestri mbaroi dhe Dritani u regjistrua në shkollën Udha e Shkronjave, siç ishte premtuar. Luljeta qau kur pa uniformën e re, listën e materialeve që përfshinte libra të shtrenjtë që ajo kur nuk mund t'i blinte, çantën e markës që zëvendësoi atë të vjetrën e Arnua. Fëmijët e tjerë ishin të lumtur për vëllan, por edhe pak të lënduar, ndonse përpiqeshin ta fshinin. Pse Dritani kishte atë fat dhe ata jo? Pse ai ishte i veçantë dhe ata jo? Luljeta e vërente këtë tension që rritej në shtëpi dhe përpiqej ta zbuste si të mundte. Por e vërteta ishte e pashmangshme, Dritanit po i jepej një mundësi që do të ndryshonte jetën e tij në një mënyrë që vëllezërit dhe motrat kur nuk do ta kishin. Dhe kjo krijonte një çekuilibër, një çarje në unitetin familjar që gjithmonë i kishte mbajtur bashkë. 6 muaj kishin kaluar që nga ai mëngjes që kishte ndryshuar çdo gjë. Ishte një shtunë me shije tetorit kur Agimi mori një vendim që do t'i habiste të gjithë, përfshirë edhe veten e tij. Ai mori telefonin dhe thiri luljetën, diçka që kur nuk e kishte bërë më parë.
Ajo u përgjigj e frikësuar, duke menduar se diçka e keqe i kishte ndodhur Dritanin. Lulieta, mos u shqetëso, çdo gjë është në rregull me djalin tënd, tha Agimi shpejt, duke vënë re panikun në zërin e saj. Në fakt, do të dëshirona të bëja një ftesë. Dua që ti dhe familja jote të vini për darkë në shtëpinë time sonte. Të gjithë ju. Dritani, fëmijët e tu të tjerë, ti dua t'ju njoh siç duhet. Lulieta mbeti pa fjalë. Në gjithë ato vite duke punuar për Agimin, ajo kur nuk e kishte parë as apartamentin e tij përtej asaj zyre. Dhe tani ai poftonte të gjithë familjen e saj për darkë, duke jo reale. Nuk e di nëse është një ide e mirë, zotëri, filloi Lulieta, por Agimi e ndërpreu. Ju lutem. E di që kam qenë i tmerrshëm me ju gjatë gjithë këtyre viteve. E di që kam shumë për të shlyer. Më lini të paktën të provoj. Nuk ka nevojë të jetë diçka formale apo e parehatshme. Vetëm një darkë, një bisedë. Një shans për të njohur njerëzit që rritën dikë si Dritani. Lulieta bisedoi me fëmijët. Besniku dhe Valbona ishin dyshues. Edira ishte kurioze. Dritani ishte neutral, si gjithmonë, i gatshëm të jepte një shans, por pa pritshmëri të egzageruara. Në fund, vendosën të pranonin. Ishte një përvojë e re, pothuajse si të vizitoje një botë jashtëtoksore, por të gjithë ranë dakord se ja vlente të provojë. Kur mbërritën në ndërtesën të bloku në orën 7 të mbrëmjes, roja i priti me një përzierje habie dhe konfuzioni. Lulieta Hoxha, që gjithmonë hynte nga dera e shërbimit, po vinte nga hyrja kryesore, e shoqëruar nga 4 fëmijët e saj, të gjithë të veshur me rrobat e tyre më të mira, që ishin ende shumë modeste për atë mjedis luksos. Agimi i priste në derën e apartamentit. Ai mbante veshur rroba të thjeshta, xhinse dhe një këmishë, pa formalitetin e kostumeve të përhershme. Duke i më i vogël kështu, më njerëzor, më pak figura frikësuese që mbretëronte mbi perandorinë e tij të biznesit. Mirë se vini, tha ai, duke bërë shenjë që të hynin. Ju lutem, ndihuni si në shtëpinë tuaj. Ata hyn ngadalë, duke parë rreth e rrotull me sy të hapur. Apartamenti ishte saktësisht siç e imagjinonin se do të ishte, gjigant, luksos, plot me vepra arti dhe mobilje stilistësh. Por ishte gjithashtu i ftohtë, impersonal, si një sallon ekspozite i revistave të dekorit në vend të një vatër ku dikush vërtet jetonte. Agimi kishte përgatitur një darkë të plotë. Kishte punësuar një shef kuzhine privat për të bërë ushqimin, makarona të freskëta me salca të sofistikuara, sallata të përpunuara, mishra cilësor të përgatitur në mënyrë të përsosur. Ishte më shumë ushqim se sa familja e Lulietës hante në një javë të tërë. Ata u ulën në tavolinë të parehatshëm, pa ditur si t'i përdornin të gjitha ato takëme të ndryshme, si të silleshin në atë skenar aq të largët nga realiteti i tyre. Agimi e vuri re e parehatin dhe u përpoq ta zbuste. E di që kjo mund të duket e egzageruar, tha ai. Sinqerisht, në shumicën e rasteve unë ha vetëm këtu, porosin nga restorantet ose gjëra të ngrira që i ngro në mikroval. Kjo tavolin kur nuk ka pasur një familje të ulur në të. Kështu që ju po më bëni një nder duke i dhënë jetë këtij vendi. Fjalët e tij ishin të sinqerta, vulnerabël në një mënyrë që askush prej tyre nuk e priste. Besniku e pa Dritanin, i cili dha një pohim të vogël me kokë, sikur po i thoshte t'i jepte një shans. Filluan të hanin dhe avash biseda filloi të rrithte. Agimi bëri pyetje për secilin prej tyre. Deshi të dinte për punën e besnikut në servis, për ëndrat e Valbonës për t'u bërë infermiere, për planet e Edirës për të hyrë në universitet. Ai dëgjonte me vëmendje të sinqertë, duke bërë pyetje të tjera, duke treguar interes real për jetët e tyre. Dhe ata, nga ana e tyre, filluan të hapeshin, të flisnin për luftërat e tyre, frikërat e tyre, shpresat e tyre. Ishte kur biseda arriti te Edira që diçka interesante ndodhi. Ajo po fliste për provimet e maturës, për mënyrën se si po përgatitej vetë sepse nuk kishte para për kurse private, për faktin se sa e vështirë ishte të konkurroje me nxënës që kishin të gjitha avantazhet që ajo nuk i kishte. Në cilën fushë dëshiron të studiosh? Pyeti Agimi. Administrim biznesi, u përgjigj Edira. Dua të punoj me menaxhimin, mbase të hap biznesin tim një ditë. Gjithmonë më ka pëlqyer të kuptoj se si funksionojnë kompanitë, si organizohen, si rriten. Agimi mbeti i qetë për një moment, i menduar. Pastaj tha diçka që i habiti të gjithë.
Unë kam një propozim edhe për ty, kompania jon ka një program praktikash për studentët e universitetit. Zakonisht pranojmë vetëm student nga universitete specifike, por mund të bëj një përjashtim. Nëse arrin të hysh në ndonjë universitet, unë të garantoj një vend praktike. Ti do të punoje me kohë të pjesshme, do të mësoje për menaxhimin e biznesit në praktik, dhe gjithashtu do të merrje një bursë që do të ndihmonte të paguaje studimet e tua. Edira mbeti me gojë hapur. Ajo pa nënën, vëllezërit dhe motrën, pa dritanin, sikur po kërkonte leje ose konfirmim se kjo po ndodhte vërtet. E keni seriozisht? Arriti të thoshte më në fund. Plotësisht seriozisht, konfirmoi Agimi. Ti qartësisht ke ambicie dhe inteligjencë. Do të ishte humbje të mos mbështetej kjo. Po unë? Pyeti besniku, zëri i tij mbante një thirrje lëndimi. Po Valbona. Edhe ne punojmë fort. Edhe ne kemi ëndra. Por ne nuk jemi gjeni si dritani, nuk jemi ambicios si Edira. Ne jemi vetëm normal. Dhe për ne nuk ka mundësi? Pyetja ra si një bombë në mes të dhomës. Lulieta u zbe, duke dashur të ndërhynte, por Agimi ngriti dorën butësisht, duke kërkuar që ajo të priste. Ishte një pyetje e drejtë, e dhimbshme, por e drejtë. Dhe Agimi e dinte që duhej të përgjigjej me ndershmëri. Ke të drejtë, besnik, tha Agimi, duke e parë djalin drejt në sy. Nuk është e drejtë. Asgjë nga kjo nuk është e drejtë. Që Dritani ka këtë dhunti të jashtëzakonshme nuk është e drejtë. Që Edira ka këtë ambicie dhe inteligjencë nuk është e drejtë. Dhe që ju të dy duhet të punoni aq shumë vetëm për të mbijetuar, gjithashtu nuk është e drejtë. Jeta nuk është e drejtë, dhe unë kalova pjesën më të madhe të jetës sime duke besuar se ky ishte problemi i secilit për ta zgjidhur vetë. Ai bëri një pauzë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Por Dritani më mësoi diçka. Më mësoi se të kesh mundësi nuk ka të bëjë me meritën apo mos meritën. Ka të bëjë me të qenit në vendin e duhur në kohën e duhur, ka të bëjë me të pasurit dik që e sheh potencialin tënd. Dhe ju keni potencial, të gjithë ju. Valbona, ti dëshiron të bëhesh infermiere? Unë mund të ndihmoj të paguash një kurs teknik. Besnik, ti pëlqen të punosh me makinat? Mund të lidh me pronar të serviseve më të mira, vende ku mund të mësosh më shumë dhe të fitosh më shumë. Nuk po e bëj këtë sepse ju jeni të veçantë apo sepse meritoni më shumë se të tjerët. Po e bëj sepse mundem dhe sepse të mos e bëja do të ishte një humbje. Por pse? Insistoi besniku. Pse shqetësoheni për ne? Ne nuk jemi asgjë për ju. Sepse ju jeni diçka që unë nuk e kam, u përgjigj Agimi dhe kishte një trishtim të thellë në zërin e tij. Ju jeni një familje. Ju e doni njëri tjetrin, mbështetni njëri tjetrin, shqetësoheni për njëri tjetrin. Dhe këtë, e gjithë pasuria që kam nuk mund ta blej. Kështu që po, mbase është egoizëm nga ana ime. Mbase po e bëj këtë sepse të qenit pranë jush më bën të ndihem më pak bosh. Por edhe nëse motivet e mia janë egoiste, rezultatet gjithsesi ju përfitojnë juve. Atëherë pse të mos e pranoni? Heshtja që pasoi ishte e dendur, e ngarkuar me emocione të përziera. Lulieta kishte lot që rridhnin në heshtje nëpër fytyrën e saj. Fëmijët e saj po procesonin ato fjalë, duke u përpjekur të kuptonin atë njeri që ishte aq kompleks, aq kontradiktor. I pasur por i vetmuar. I fuqishëm por vulnerabël. Mizor por edhe, siç dukej, i aftë për mirësi. Ishte Dritani ai që e theu heshtjen. Ju nuk jeni një njeri i keq, tha ai, zëri i tij i qartë dhe i fortë. Ju vetëm keni harruar se si të jeni i mirë. Por po e kujtoni. Unë e shoh këtë. Dhe çdo gjë është në rregull, të mos jesh i përsosur. Askush nuk është. E rëndësishme është të provosh. Agimi e pa djalin, atë djalë 12 vjeçar që dukej se kishte më shumë urtësi se shumica e të rriturve, dhe ndiu diçka të thyej brenda tij. Nuk ishte një thyrje e keqe. Ishte sikur një digë shpërthen, duke liruar ujërat që ishin bllokuar për shumë kohë. Ai nuk qau, por ishte afër, më afër se sa kishte qenë prej dekadash. Darka vazhdoi, por klima kishte ndryshuar. Mbrojtjet kishin rënë, maskat ishin hequr. Ata biseduan për orë të tëra, për çdo gjë dhe asgjë, duke qeshur me histori qesharake, duke u prekur me histori trishtuese, duke u lidhur në një mënyrë që të i kalonte klasën shoqërore apo ndryshimet ekonomike.
Për atë natë, në atë apartament luksos por të vetmuar, ata ishin vetëm njerëz. Qenie njerëzore që ndanin jetët e tyre, përvojat e tyre, humanizmin e tyre. Kur familja e Luljetës u largua, ora kishte kaluar mesnatën. Agimi mbeti i ndaluar te dera, duke i vëzhguar ndërsa hynin në ashensor, duke u bërë shenjë me dorë derisa dyert u mbyllën. Pastaj u kthye brenda dhe pa rreth e rrotull. Apartamenti dukej ndryshe tani. Jo më pak luksos, por më pak bosh. Sikur prania e asaj familjeje të kishte lënë diçka pas, diçka të padukshme por të prekshme. Ai shkoi te dritarja dhe pa qytetin. Tirana nuk flinte kurrë, gjithmonë kishte drita, lëvizje, jetë që rrite në çdo cep. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Agimi ndjeu se bënte pjesë në atë jetë, në vend që vetëm ta vëzhgonte nga lart. Në ditët në vijim, Agimi filloi të vendoste në praktik premtimet e tij. Ai jo vetëm ofroi ndihmë, por ndoqi personalisht çdo havë. Regjistroi Valbonën në një kurs teknik infermierie në një nga shkollat më të mira të qytetit. Siguroi një vend për besnikun në një servis të specializuar për makina të importit, ku ai mund të mësonte teknika të avancuara dhe të fitonte 3 herë më shumë se në punën e mëparshme. Dhe vërtet krijoi vendin e praktikës për Ediren, duke garantuar se ajo do të kishte mbështetje financiare dhe profesionale kur të hynte në universitet. Luljeta i vëzhgonte të gjitha këto me një përzierje mirënjohjeje dhe shqetësimi. Ishte e mrekullueshme të shihte fëmijët e saj duke pasur mundësi, por ajo gjithashtu kishte frikë se e gjithë kjo do të ishte e përkohshme, që Agimi eventualisht do të humbiste interesin dhe do t'i linte në një situatë edhe më të keqe se më parë. Por me kalimin e javëve, ajo filloi të kuptonte se ndryshimi te Agimi ishte real. Nuk ishte vetëm një moment kalimtar bujarie, por një transformim i vërtetë. Agimi filloi të ndryshonte edhe aspekte të tjera të jetës së tij. Ai filloi t'i trajtonte punonjësit e tij në mënyrë të ndryshme, me më shumë respekt dhe konsideratë. Filloi të vinte në dyshim praktikat e biznesit që më parë i konsideronte normale, por që tani e kuptonte se ishin të padrejta apo shfrytëzuese. Nuk ishte një ndryshim radikal apo i papritur, por gradual, sikur ai po rizbulonte pjesë të vetvetes që i kishte varrosur shumë kohë më parë. Por asgjë nuk ishte e lehtë. Kishte rezistencë. Ekzekutivët e tjerë të kompanisë nuk i kuptonin ndryshimet dhe vinin në dyshim vendimet e tij. Disa mendonin se ai po dobësoi, se po linte emocionet të ndërhynin në biznes. Kishte presion për t'u kthyer te Agimi i mëparshëm, i pamëshirshëm dhe i fokusuar vetëm te fitimet. Në një mbledhje veçanërisht të tensionuar me bordin drejtues, një nga anëtarët më të vjetër e përballi Agimin drejt për drejt. Ju po komprometoni konkurrueshmërinë e kësaj kompanie me politikat tuaja të reja humanitare, tha burri, pothuajse duke e pështyr fjalën e fundit. Kompanit nuk janë institucione bamirësie. Nëse vazhdoni në këtë rrugë, do të humbasim ndaj konkurrencës. Agimi e pa me qetësi. Dhe po sikur të them se nuk më intereson, po sikur të them se preferoj të kem një kompani më pak fitimpruese, por që i trajton punonjësit me dinjitet, po sikur të them se qëllimi i një biznesi mund të jetë më shumë se sa vetëm të grumbulloj para. Bordi mbeti në heshtje, i shokuar. Kjo ishte herezi në botën korporative. Por Agimi nuk u tërhoq. Ai kishte marrë një vendim. Nuk do të kthehej mbrapa. Dhe nëse kjo do të thoshte të përballte rezistencë, madje edhe të humbiste disa partner biznesi, atëherë ashtu qoftë. Ishte në këtë periudhë të turbullt që Dritani tregoi përsëri vlerën e tij. Djali, i cili tani ishte 12 vjeç dhe po linte mbresa edhe më të mëdha në shkollë, kishte zhvilluar një projekt për panairin e shkencës të shkollës. Ishte një studim mbi efikasitetin energjetik në mjediset korporative, duke treguar se si ndryshimet e vogla mund të ulnin kostot ndjeshëm pa komprometuar produktivitetin. Agimi u magjeps nga projekti. I kërkoi Dritanit ta prezantonte para bordit dhe djali e bëri këtë me një qartësi dhe profesionalizëm që i la të gjithë të impresionuar. Më e rëndësishmja, projekti tregonte se ndryshimet humanitare që Agimi po zbatonte nuk kishin pse të ishin financiarisht të dëmshme. Mundeshin, në të vërtetë, të rritnin efikasitetin dhe moralin e punonjësve, duke rezultuar në rezultate më të mira në plan afatgjallë. Ishte një pikë kthese. Bordi ende kishte rezistencë, por nuk mund t'i mohonte shifrat. Dhe të shihej një fëmijë 12 vjeçar duke prezantuar zgjidhje që ata, me të gjitha vitet e tyre të përvojës, nuk i kishin konsideruar, ishte poshtëruese por edhe frymëzuese.
Mbase kishte hapësirë për t'i bërë gjërat në një mënyrë të ndryshme. Mbase modeli i vjetër i bazuar pastër në shfrytëzim dhe fitim maksimal nuk ishte e vetmja rrugë e mundur. Ndërkohë, në shkollë, Dritani po përballej me sfidat e tij. Suksesi i tij akademik kishte tërhequr vëmendje dhe jo e gjithë ajo ishte pozitive. Disa shok e zilionin, të tjerë e tallnin se ishte ndryshe, se vinte nga një familje e varfër. Kishte një grup veçanërisht mizor të udhëhequr nga Enisi, djali i një bankieri me ndikim, i cili kujdesej t'i kujtonte Dritanit çdo ditë se ai nuk përkiste aty. Hej, bursist, bërtiste Enisi nëpër korridore, i rrethuar nga shokët e tij që qeshnin me provokime. A ke pastruar ndonjë tualet sot? Apo e bën nëna jote këtë për ty? Dritani zakonisht e injoronte. Ai e dinte që Enisi po përpiqej të nxiste një reagim dhe refuzonte t'i jepte atë kënaqësi. Por një ditë, Enisi shkoi shumë larg. Ai gjeti një foto të vjetër të Luljetës në internet, nga koha kur ajo kishte marrë pjesë në një artikull mbi punëtoret shtëpiake. Ai e printoi foton dhe shpërndau kopje nëpër shkollë me mbishkrime mizore dhe ofenduese. Kur Dritani e pa këtë, diçka brenda tij u këpull. Nuk ishte për të. Ai mund të duronte fyrjet e drejtuara ndaj vetes. Por askush nuk kishte të drejtë të poshtëronte nënën e tij, atë grua që kishte sakrifikuar çdo gjë për t'i dhënë atij dhe vëllezërve e motrave të tij një shans në jetë. Ai e gjeti Enisin në obor gjatë pushimit, të rrethuar nga shokët, duke qeshur me atë mizori që mendonin se ishte qesharake. Hiqi ato foto, tha Dritani, zëri i tij ishte i ulët por i fortë. Enisi u kthye, i befasuar nga guximi. Ose çfarë? Çfarë do të bësh, bursist? Dritani nuk kishte përvojë me sherrë. Kur nuk kishte ngritur dorën ndaj askujt në gjithë jetën e tij. Por në atë moment, zemërimi ishte aq intensiv sa ai as nuk u mendua. U hodh drejt Enisit duke e shtyrë me forcë. Enisi u pengua dhe ra, më shumë i befasuar se sa i vrarë. Shokët e tij u larguan, të pasigurt nëse duhej të ndërhynin. Nëna ime vlen më shumë se ti dhe e gjithë familja jote bashkë, tha Dritani, zëri i tij dridhej nga emocioni. Ajo punon çdo ditë për të na dhënë të ham. Ajo sakrifikon shëndetin e saj, kohën e saj, jetën e saj që unë të jem këtu. Po ti? Çfarë ke sakrifikuar ti për dikë? Çfarë ke bërë ti përveç se ke shpenzuar paratë që fitoi baba yt? Enisi mbeti në tokë, i kuq nga turpi dhe zemërimi. Nxënës të tjerë ishin mbledhur duke formuar një rreth duke vëzhguar skenën. Dritani po dridhej, jo nga frika, por nga një përzierje zemërimi dhe trishtimi që ai nuk dinte ta procesonte. Për herë të parë në jetë, ai kishte humbur kontrollin. Dhe një pjesë e tij pendoi, por një pjesë tjetër, një pjesë që ai nuk e njihte, ndjente një kënaqësi të zymt që kishte mbrojtur nënën e tij. Një mësues ndërpreu skenën para se ajo të përshkallëzohej më tej. Të dy djemt u dërguan në drejtori. Drejtoresha, një grua e reptë e quajtur Teuta, i dëgjoi veçmas. Enisi tregoi versionin e tij, duke e paraqitur Dritanin si agresiv dhe të dhunshëm. Dritani tregoi të vërtetën, duke treguar fotot ofenduese si provë të provokimit. Drejtoresha mbeti në heshtje për një moment të gjatë pasi dëgjoi të dy. Ajo e njihte mirë dinamikën e asaj shkolle, e dinte që nxënësit bursisë shpesh përballeshin me paragjykime, por rrallëherë kishte prova aq të qarta. Ajo thiri prindërit e të dyve duke kërkuar një mbledhje urgjente. Agimi mbërriti i pari, i shqetësuar dhe i konfuzuar. Ai ende nuk e kuptonte plotësisht rolin e tij në jetën e Dritanit. Ishte mentor? Kujdestar? Pothuajse një baba zëvendësues? Përkufizimi ishte konfuz, por ai e dinte se shqetësohej thellësisht për mirëqenien e djalit. Luljeta mbërriti pak më vonë, e zbet nga shqetësimi, duke dalë me vrap nga puna sapo mori telefonatën. Prindërit e Enisit ishin të fundit që mbërritën, duke ardhur me një makinë luksoze, të veshur me rroba firmato, duke rrezatuar atë lloj arrogance rastësore që vjen me privilegjin e brezave. Babai i Enisit, Sokol Berisha, ishte i njohur për agimin nga bota e biznesit. Ata kishin konkuruar në disa tendera kompanish gjatë viteve, gjithmonë me një rivalitet të nëndeshëm. Mbledhja ishte e tensionuar që në fillim. Sokoli kërkoi përjashtimin e menjëhershëm të Dritanit, duke e klasifikuar si të dhunshëm dhe të rrezikshëm. Agimi u përgjigj duke treguar fotot që Enisi kishte shpërndar, duke ekspozuar mizorinë që kishte nxitur reagimin e Dritanit.
Drejtoresha përpiqej të ndërmjetësonte, por situata po dilte shpejt jashtë kontrollit. Ishte atëherë kur Lulieta, e cila kishte qëndruar e heshtur. Deri atëherë, foli. Zëri i saj ishte i ulët, por kishte një dinjitet në të që i bëri të gjithë të ndalonin për ta dëgjuar. Djali im kur nuk ka lënduar askënd në jetën e tij. Ai është një djalë i mirë, i edukuar, i respektueshëm. Por çdo kush ka një kufi. Dhe të mbrosh nënën kur ajo po poshtërohet publikisht nuk është dhunë. Është dashuri. Është nder. Dhe nëse kjo nuk vlerësohet në këtë shkollë, atëherë mbase ne nuk bëjmë pjesë këtu vërtet. Heshtja që pasoi ishte absolute. Lulieta kishte folur me një thjeshtësi dhe të vërtet që asnjë argument i përpunuar nuk mund ta tejkalonte. Drejtoresha pohoi ngadalë me kokë, duke njohur urtësinë në ato fjalë. Agimi e pa Lulietën me një admirim të përtërirë. Dhe madje edhe Sokoli u duk për një moment pa fjalë. 3 muaj kishin kaluar që kur Agimi kishte lënë kompaninë që kishte ndërtuar. Ditët e para ishin të vështira, plot me dyshime dhe momente pendimi. Ai zgjohej në mes të natës, duke menduar për çdo gjë që kishte humbur, duke vënë në dyshim nëse kishte bërë zgjedhjet e duhura. Por pastaj kujtonte Dritanin, Lulietën, familjen që e kishte mirëpritur kur ai kishte më shumë nevojë, dhe dyshimet zhdukeshin si mjegulla në diellin e mëngjesit. Agimi nuk qëndroi pa bërë asgjë për shumë kohë. Me një pjesë të pasurisë që ende zotëronte, ai themeloi një iniciativë të re, Institutin Horizontet e Reja. Nuk ishte një kompani tradicionale, por një organizatë e dedikuar për të identifikuar dhe mbështetur të rinjt e talentuar nga komunitetet në nevojë, duke u ofruar atyre arsim cilësor, mentorim dhe mundësi reale rritjeje. Dritani ishte personi i parë që ai ftoi të bëhej pjesë e bordit këshillues të institutit, pavarësisht se ishte vetëm 12 vjeç. Fillimisht, antarët e tjerë të bordit hezituan, por pasi pan Dritanin në veprim, kuptuan se mosha ishte vetëm një numër kur bëhej fjalë për urtësinë dhe vizionin. Instituti filloi i vogël, me vetëm 10 bursistë në vitin e parë. Por Agimi ishte i vendosur t'i bënte gjërat ndryshe këtë herë. Nuk do të ishte vetëm për të dhënë para dhe për të pritur rezultate. Do të ishte për të ndërtuar marrëdhënie reale, për të kuptuar nevojat individuale të çdo të riu, për të ofruar mbështetje emocionale përtej asaj financiare. Ai kishte mësuar nga Dritani se inteligjenca pa mundësi është një humbje, por gjithashtu kishte mësuar se mundësia pa mbështetje të vërtet ishte vetëm një dhuratë dhe zbrazët. Lulieta u bë një figurë qendrore në institut. Agimi e punësoi atë si koordinatore të mirëqenies, përgjegjëse për të garantuar që familjet e bursistëve të merrnin mbështetjen e nevojshme. Ajo njihte më mirë se kushdo sfidat që familjet e varfra përballnin, zgjedhjet e pamundura mes pagimit të qiras apo blerjes së ushqimit, mes punës me orë shtesë apo kalimit të kohës me fëmijët. Njohuritë e saj praktike dhe ndjeshmëria e saj e sinqertë e bën atë një shtyllë themelore të institutit. Një nga bursistët e parë ishte një iri i quajtur Ilir, 15 vjeç, që jetonte në një lagje të varfër të Tiranës. Iliri kishte një talent të jashtëzakonshëm për matematikë, por ishte përjashtuar nga 2 shkolla për probleme sjelljeje. Shumica e programeve sociale do ta kishin skartuar, duke e klasifikuar si rast të humbur. Por Lulieta pa përtej sjelljes. Ajo pa një djalë të traumatizuar nga dhuna që kishte dëshmuar, nga mungesa e babait të burgosur, nga nëna e sëmur që nuk mund të kujdesej për të siç duhet. Lulieta jo vetëm që e regjistroi Ilirin në një shkollë private, por gjithashtu mundsoi ndjekje psikologjike për të dhe familjen e tij. E lidhi nënën e tij me programe trajtimi. Ndihmoi të garantonte që Iliri të kishte një vend të sigurt për të studiuar, edhe nëse kjo do të thoshte të paguante për një dhomë të vogël me qira larg mjedisit shkatërues të shtëpisë. Ishte punë e rëndë, emocionalisht lodhëse, por ishte gjithashtu lloji i punës që i jepte kuptim real jetës së Lulietës. Dritani vazhdonte studimet në shkollën Udha e Shkronjave, por tani me një perspektivë të ndryshme. Ai e shihte arsimin e tij të privilegjuar jo si të drejtë të fituar, por si përgjegjësi. Çdo informacion që thithte, çdo aftësi që zhvillonte, ai e konsideronte një mjet për të ndihmuar të tjerët që nuk kishin të njëjtat mundësi. Ai filloi të jepte mësime vullnetare për bursistët e tjerë të institutit, duke u mësuar jo vetëm për mbajtje akademike, por edhe duke ndarë strategji studimi, teknika mësimi, mënyra për të lundruar nëpër sistemin arsimor që shpesh duke i projektuar për të përjashtuar njerëz si ata. Me 13 vjeç, Dritani ishte tashmë duke ndjekur lëndët e gjimnazit, i përshpejtuar nga aftësia e tij për të mësuar shpejt.
Mësuesit e shkollës kishin propozuar që ai të kapërcente klasat, por Dritani refuzoi. Ai nuk donte të dallohej vetëm akademikisht. Donte të kishte kohë për të jetuar përvoja të tjera. Për të zhvilluar inteligjencën emocionale përtej asaj intelektuale, për të qenë jo vetëm i zgjuar, por edhe i urtë. Besniku, vëllai i madh, më në fund realizoi ëndrrën e tij për të hapur servisin e tij të makinave. Ishte një sipërmarrje modeste, vetëm një hapësirë e marrë me qira në paskuqan me pajisje të përdorura, por ishte e tij. Agimi kishte ofruar të investonte, por besniku refuzoi me krenari. Ai donte ta bënte atë vetë, me kursimet e tij, edhe nëse kjo do të thoshte të fillonte i vogël. Agimi e respektoi këtë vendim, por u kujdes të ishte klienti i parë, duke dërguar makinën e tij luksoze që besniku të bënte servisin, edhe pse e dinte se mund të shkonte në koncesionar të specializuar. Valbona ishte diplomuar si teknike infermierie dhe kishte gjetur punë në një spital publik në Tiranë. Puna ishte raskapitse, pacientët shumë, burimet gjithmonë të pamjaftueshme. Por ajo e donte atë që bënte, shite qëllim në çdo turn, të çdo pacient dhimbjen e të cilit arrinte ta lehtësonte qoftë edhe pak. Ajo filloi të specializohej në kujdesin paliativ, e tërhequr nga ajo fushë ku pak kush donte të punonte, por që ajo e shihte si thelbësore. Të ndihmoje njerëzit në momentet e tyre më vulnerabël, të ofroje dinjitet kur jeta po i vinte fundi, kjo prekte diçka të thellë në shpirtin e saj. Edira ishte në vitin e 3 të administrim biznesit dhe tashmë po kërkoi nga kompani që donin ta punësonin pas diplomimit. Por ajo kishte plane të tjera. Donte të punonte në sektorin jo fitimprurës, të zbatonte njohuritë e saj të menaxhimit në organizata që bënin ndryshim social real. Praktika në institutin e agimit kishte zgjuar tek ajo një pasion për sipërmarrjen sociale, për idenë se bizneset mund të ishin mjete për ndryshim pozitiv, jo vetëm për grumbullim kapitali. Ishte një pasdite e së shtunës, pothuajse një vit pasi agimi kishte dalë nga kompania e tij e vjetër, kur ai organizoi një event të madh në institut. Ishte një festim i përvjetorit të parë të organizatës dhe gjithashtu një mundësi për t'u treguar mbështetësve dhe sponsorëve potencial ndikimin që po kishin. Kishte ekspozita të projekteve të bursistëve, prezantime artistike, ushqim të përgatitur nga familjet në një përpjekje kolektive. Eventi ishte plot. Kishte sipërmarrës të pasur që agimi i njihte nga bota korporative, politikan lokal të interesuar të lidhnin imazhet e tyre me kauza sociale, gazetarë që mbulonin historinë dhe sigurisht familjet e bursistëve, krenarë që shihnin fëmijët e tyre duke pasur mundësi që dukeshin të pamundura vetëm një vit më parë. Agimi po qarkullonte nëpër event kur vuri re një figurë të njohur. Ishte Sokol Berisha, babai i Enisit, ai që kishte kërkuar përjashtimin e Dritanit muaj më parë. Të dy burrat mbetën përballë njëri tjetrit, një heshtje e parehatshme mes tyre. Sokol, çfarë të sjell këtu? Pyeti Agimi, sinqerisht i befasuar. Sokoli hezitoi para se të përgjigjej, dukshëm i parehatshëm. Erdha sepse djali im më kërkoi. Ai bëri një pauzë, sikur fjalët e radhës t'i kushtonin. Enisi ndryshoi pas atij incidenti në shkollë. Seancat e këshillimit, tërheqja publike, e gjithë kjo ishte poshtëruese për të. Por ishte gjithashtu transformuese. Ai filloi të vinte në dyshim gjëra që ne gjithmonë i kishim pranuar si normale në familjen tonë. Filloi të kuptonte privilegjet që kemi, pa drejtësitë që injorojmë. Dhe ai dëshiron të bëjë diçka për këtë. Agimi mbeti i befasuar, por edhe shpresëdhënës. Po ti? Çfarë mendon ti për këtë? Sokoli pa rreth e rrotull, duke vëzhguar të rinj bursisë që prezantonin projektet e tyre me aq entuziazëm dhe shkëlqim në sy. Mendoj se mbase djali im është më i urtë se unë. Dhe mbase edhe ti unë kalova gjithë jetën duke besuar se suksesi matet me atë se sa grumbullon, se sa i te i kalon të tjerët. Por duke parë këtë këtu, atë që ti ndërtove pasi humbe çdo gjë, pyet veten nëse unë i kam kuptuar të gjitha gabim. Nuk humba çdo gjë, e korrigjoi Agimi butësisht. Unë këmbeva një gjë me një tjetër. Këmbeva pushtetin e zbrazët me një qëllim real. Këmbeva një pasuri gjigante me diçka që paraja nuk mund ta blej, paqen e brendshme. Sokoli pohoi ngadalë me kokë. Ai po procesonte ato fjalë, duke përballur vite të tëra sigurisht që tani dukeshin më pak solide. A mund të bëj një donacion për institutin? Pyeti më në fund. Dhe mbase, nëse pranon, do të dëshirona të përfshihesha më shumë.
Mbase është koha të përdor burimet dhe lidhjet e mia për diçka që vërtet ka rëndësi. Agimi buzëqeshi dhe i zgjati dorën. Do të ishte nder të kishim me ne. Ndërkohë, në anën tjetër të sallës, Dritani po tregonte projektin e tij më të fundit për një grup investitorësh të interesuar. Ishte një aplikacion arsimor që ai kishte zhvilluar me ndihmën e kolegëve programues, i projektuar për ta bërë mësimin e matematikës më të aksesueshëm dhe tërheqës për fëmijët e shkollave publike. Aplikacioni ishte falas, i mbështetur nga donacionet dhe sponsorizimet dhe tashmë po testohej në 50 shkolla nëpër vend. Një nga investitorët, një burr i moshës së mesme i quajtur Arben Idrisi, ishte veçanërisht i impresionuar. Sa vjeç je ti, djalosh? 13, zotëri, u përgjigj Dritani. 13. Dhe ti e zhvillove këtë vetë? Jo vetë, e korrigjoi Dritani. Pata ndihmë nga disa programues vullnetar, nga mësues që e testuan aplikacionin në klasat e tyre, nga nxënës që dhanë komente mbi atë që funksiononte dhe atë që jo. Asgjë me vlerë reale nuk bëhet vetëm. Gjithmonë është një përpjekje kolektive. Arbeni e pa agimin, i cili po vëzhgonte skenën nga larg. Ky djalë është i jashtëzakonshëm. Duhet të jesh shumë krenar. Nuk është djali im, sqaroi Agimi. Por po, jam jashtëzakonisht krenar. Ai më ka mësuar më shumë për udhëheqjen dhe vlerat gjatë muajve të fundit se sa kam mësuar në dekada në botën korporative. Si e bëri këtë? Pyeti Arbeni, sinqerisht kurioz. Agimi u mendua për një moment para se të përgjigjej. Duke qenë autentikisht ai që është. Pa pretendime, pa arrogancë, vetëm një kuriozitet i sinqert për botën dhe një dëshirë e vërtet për të bërë ndryshimin. Dhe duke më treguar përmes shembullit se suksesi real nuk ka të bëjë fare me atë se sa ke, por me atë se sa kontribuon. Nata vazhdoi me prezantime, fjalime emocionuese dhe histori frymëzuese. Por momenti më mbresëlënës erdhi kur Lulieta u ngjit në skenë për të folur. Ajo kur nuk kishte folur në publik më parë, kur nuk e kishte parë veten si dikush i denjë për t'u dëgjuar. Por Agimi kishte insistuar, duke thënë se zëri i saj ishte më i rëndësishmi aty, sepse ajo njihte vërtet luftërat që ato familje përballnin. Lulieta ishte e nervozuar, duart i dridheshin lehtë ndërsa mbante mikrofonin. Por kur filloi të fliste, zëri i saj ishte i qartë dhe i fortë, duke mbajtur peshën e viteve të përvojës së jetuar, të sakrificave të bëra, të shpresave pothuajse të humbura dhe pastaj të rikuperuara. Unë kam pastruar tualete për 20 vite, filloi ajo. Kam kaluar 18 orë në ditë duke punuar që fëmijët e mi të mund të hanin, që të kishin një çati mbi kokë. Dhe gjatë gjithë asaj kohe, unë isha e padukshme. Njerëzit shikonin tej meje sikur unë të mos ekzistoja. Isha vetëm pastruesja, shërbëtorja, dikush që nuk meritonte të shihej apo të dëgjohej. Ajo bëri një pauzë duke parë audiencën. Por një ditë, djali im i vogël pati mundësinë të tregonte inteligjencën e tij për njeriu për të cilin unë punoja. Dhe ai moment ndryshoi çdo gjë. Jo vetëm për mua apo për familjen time, por edhe për të. Sepse ai kuptoi diçka që të gjithë ne duhet ta kuptojmë, se vlera e një personi nuk matet nga llogaria e tij bankare apo statusi i tij shoqëror. Matet nga humanizmi i tij, nga aftësia e tij për të shqetësuar, për të bërë ndryshimin në jetët e të tjerëve. Njerëzit në audiencë ishin plotësisht të heshtur, të përpirë nga çdo fjalë. Lulieta vazhdoi. Ky institut nuk është vetëm për të dhënë bursa studimi apo mundësi arsimore. Është për të parë njerëzit. Është për të njohur se ekzistojnë talente të jashtëzakonshme të fshehura në çdo lagje të varfër, në çdo komunitet në nevojë, duke pritur vetëm një shans për të shkëlqyer. Është për të kuptuar se kur ndihmon një familje të dalë nga varfëria, ti nuk po bën bamirësi. Ti po korrigjon një padrejtësi, por i kthen dinjitetin që kur nuk duhej t'u ishte marrë në radhë të parë. Ajo tregoi me gisht fëmijët e saj që ishin në rreshtin e parë, të gjithë me sy që u shkëlqenin nga emocioni. Fëmijët e mi janë arritja ime më e madhe. Jo sepse janë të përsosur apo të jashtëzakonshëm, por sepse unë arrita t'i rris për të qenë njerëz të mirë, njerëz që shqetësohen, njerëz që do t'i përdorin mundësitë e tyre jo vetëm për veten e tyre, por për të ndihmuar të tjerët që ende po luftojnë. Dhe nëse unë, një grua pa arsim formal, pa burime, arrita ta bëj këtë, imagjinoni se çfarë është e mundur kur u japim më shumë njerëzve mjetet dhe mbështetjen e nevojshme. Kur Lulieta mbaroi së foluri, pati një moment heshtjeje absolute. Pastaj, audienca shpërtheu në duartrokitje.
Nuk ishin ato duar trokitje të sjellshme të eventeve korporative. Ishin të sinqerta, të emocionuara, që vinin nga një vend i thellë njohjeje dhe admirimi. Shumë njerëz po qanin hapur, të prekur nga ajo ndershmëri brutale, nga ajo urtësi që nuk vinte nga librat apo diplomat, por nga jeta e jetuar në formën e saj më të pastër dhe autentike. Agimi ishte mes atyre që qanin. Ai shihte luljetën në skenë, atë grua që ai e kishte injoruar gjatë 12 viteve, dhe kuptonte ironinë mizore të gjithë asaj situate. Ai kishte shpenzuar dekada duke grumbulluar njohuri, tituj, sukses, duke menduar se kjo e bënte atë superior. Por aty ishte Luljeta, me arsimin e saj të ndërprer, jetën e saj të sakrificave, duke dëshmuar një urtësi që ai po fillonte vetëm tani ta kuptonte. Pas eventit, kur shumica e të ftuarve tashmë kishin ikur dhe vetëm familja e Luljetës dhe disa vullnetarë mbetën duke ndihmuar në pastrim, Agimi ju afrua Dritanin. Djali po organizonte karriget, fytyra e tij ishte ende e skuqur nga emocioni i ditës. Dritan, më duhet të falenderoj, tha Agimi. Dritani e pa, i konfuzuar. Të më falenderoni për çfarë? Sepse më mësove se çfarë ka rëndësi vërtet. Sepse më tregove se inteligjenca pa dhe mshuri është e padobishme. Sepse më ndihmove të gjej qëllim të vërtet. Agimi bëri një pauzë, duke zgjedhur fjalët e tij me kujdes. Kur të njoha, unë po kërkoja një mënyrë për t'i vërtetuar vetes se isha ende superior, se pasuria dhe suksesi im kishin kuptim real. Por ti më tregove diçka shumë më të rëndësishme. Më tregove se suksesi më i madh nuk është se sa grumbullon, por se sa arrin t'i lartësosh të tjerët. Dhe kjo ndryshoi jetën time në një mënyrë që unë kur nuk do të mund ta shlyej siç duhet. Dritani buzëqeshi. Ju tashmë po e shlyeni. Çdo ditë, me çdo bursis që ndihmoni, me çdo familje që mbështetni. Dhe e dini çfarë është më e pabesueshmja? Ju nuk po e bëni këtë për të ndjerë mirë me veten tuaj apo për të vërtetuar diçka. Ju po e bëni sepse tani ju vërtet shqetësoheni. Dhe kjo është ajo që bën të gjithë ndryshimin. Agimi e përqafoi Dritanin, një përqafim i gjatë që shprehte vite mirënjohjeje të grumbulluar. Kur u ndan, të dy kishin lot në sy, por ishin lot gëzimi, realizimi, kuptimi të thellë se kishin gjetur diçka të rrallë dhe të çmuar, një lidhje të vërtet që të i kalonte të gjitha barierat shoqërore dhe ekonomike. Muajt pasardhës sollën më shumë rritje për institutin. Sokol Berisha jo vetëm bëri një donacion domethënës, por u bë edhe një nga mbrojtësit kryesor të organizatës, duke përdorur lidhjet e tij për të tërhequr sipërmarrës të tjerë të pasur drejt kauzës. Enisi, djali i tij, filloi të bënte punë vullnetare në institut, duke ndihmuar me tutorim dhe mentorim, duke u përpjekur pjesërisht të shlyente gabimet e së shkuarës. Iliri, i riu me probleme që Luljeta kishte mirëpritur, po përparonte shkëlqyeshëm. Nëna e tij kishte përfunduar trajtimin dhe ishte e pastër prej 6 muajsh, duke punuar në një punë të qëndrueshme. Iliri ishte në pesëshen më të mirë të klasës së tij dhe kishte fituar një olimpiadë matematike në nivel kombëtar. Më e rëndësishmja, ai kishte gjetur stabilitet emocional, një ndjenjë përkatësie që kur nuk e kishte pasur më parë. Ai fliste shpesh se si donte të bëhej mësues një ditë, për të ndihmuar të rinjt e tjerë si ai të zbulonin potencialin e tyre. Instituti vazhdoi të rritej. Në vitin e dytë, kishte tashmë 30 bursistë. Në të tretin, 50. Secili me historinë e tij unike, sfidat e tij të veçanta, talentet e tij që prisnin të zhvilloheshin. Dhe secili duke marrë jo vetëm mbështetje financiare, por edhe emocionale, familjare, holistike. Sepse Agimi kishte mësuar se mundësia pa mbështetje ishte e pamjaftueshme, se duhej pasur kujdes për personin në tërësi, jo vetëm për nxënësin. Dritani, tani 15 vjeç, po përfundonte gjimnazin një vit më herët se sa ishte parashikuar. Universitetet në Shqipëri dhe jashtë vendit tashmë po bënin kontakt, duke ofruar bursa të plota, duke u përpjekur ta tërhiqnin atë. Por Dritani nuk kishte nxitim. Ai e dinte se suksesi akademik ishte i rëndësishëm, por nuk ishte çdo gjë. Ai donte të vazhdonte të punonte në institut, donte të shihte më shumë të rinj duke pasur mundësitë që ai pati, donte të ishte pjesë e zgjidhjes për pabarazinë brutale që shënonte vendin. Në një mëngjes të marsit, pothuajse 2 vite pas atij takimi të parë transformues, Agimi dhe Dritani ishin ulur në zyrën e vjetër, atë katin e 42 me pamje nga Tirana. Zyra tani i përkiste institutit, i cili e kishte bler hapësirën me donacione dhe kontribute nga sponsorët.
Muret e mermerit të zi ishin ende aty, por tani të mbuluara nga vizatime dhe projekte të bursistëve. Tavolina gjigante prej are ishte zëvendësuar nga disa tavolina më të vogla ku të rinjt punonin në studimet e tyre. Agimi shite nga dritarja, atë pamje që më parë simbolizonte pushtetin dhe izolimin e tij. Por tani, ai shite diçka ndryshe. Shite mundësi, potenciale, jetë që mund të transformoheshin. Shite jo një qytet të ndarë mes të pasurve dhe të varfërve, por një komunitet qenjesh njerëzore që ndanin të njëjtën hapësirë, duke merituar të njëjtat mundësi. A pendoheni për ndonjë gjë? Pyeti Dritani, i cili ishte pranë tij, duke parë gjithashtu qytetin. Agimi u mendua për një moment të gjatë. Për shumë gjëra. Për vitet që çova dëm duke qenë mizor dhe egoist. Për njerëzit që lëndova gjatë rrugës. Për kohën e humbur duke grumbulluar gjëra që nuk kanë rëndësi. Ai u kthye nga Dritani. Por nuk pendohem që të njoh aty, nuk pendohem që pranova këtë rrugëtim transformimi, edhe pse ishte aq i dhimbshëm ndonjëherë. Sepse tani unë e di se çfarë është të jetosh me një qëllim real. Dhe kjo është një ndjesi që asnjë pasuri nuk mund ta blej. Dritani pohoi me kokë. Nëna ime gjithmonë thoshte se pasuria më e madhe është të kesh paqe në zemër. Besoj se tani ju e kuptoni se çfarë donte të thoshte ajo. Agimi buzëqeshi. Më shumë se sa e kuptoj. Unë e jetoj këtë çdo ditë. Dhe çdo gjë fal teje, asaj, familjes suaj. Ju më shpëtuat nga një jetë e zbrazët, edhe pa e kuptuar. Më treguat se kur nuk është vonë për të ndryshuar, për të zgjedhur të jesh më i mirë, për të gjetur kuptim përtej suksesit material. Ata qëndruan aty edhe për disa minuta, në një heshtje komode, duke vëzhguar qytetin që zgjohej për një tjetër ditë. Atje poshtë, miliona njerëz fillonin rutinat e tyre, secili duke mbajtur barret e veta, ëndrat e veta. Dhe aty, në atë zyrë që më parë simbolizonte aq shumë gjëra të gabuara, tani funksiononte një projekt që tull pas tulle po ndërtonte diçka të drejtë. Nuk ishte një zgjidhje magjike për të gjitha problemet, nuk ishte shërimi për të gjitha padrejtësitë. Por ishte një fillim. Ishte prova se ndryshimi real ishte i mundur, se njerëzit mund të zgjidhnin të ishin më të mirë, se bota mundej, ngadalë por sigurt, të bëhej një vend më i drejtë. Dhe çdo gjë kishte filluar me një takim të pamundur mes një djali të shkëlqyer dhe një njeriu të humbur, mes dikujt që kishte çdo gjë dhe dikujt që nuk kishte asgjë, mes dy botëve që kur nuk duhej të ishin kryqëzuar, por që duke u kryqëzuar, krijuan diçka të bukur dhe transformuese. Vërtetuan se pasuria e vërtet nuk është në atë që grumbullojmë, por në atë që ndajmë. Se pushteti i vërtet nuk është në dominimin e të tjerëve, por në lartësimin e tyre. Dhe se suksesi i vërtet nuk matet me atë që pushtojmë për veten tonë, por me trashëgimin e shpresës dhe mundësisë që lëm për ata që vijnë pas.